Belinda Balluku pas marrjes e pandehur për tunelin e Llogarasi pas njoftimit zyrtar të SPAK, rezulton tashmë të jetë edhe personën e tij për tendrat e dhënë për lotet e Unazës së Madhe të Tiranës. Nga dosja timore SPAK zbardhet një skemë e qartë për caktimit të fituesit të tenderit për lotin 4 të kësaj unaze, ku në qendër të planifikimit shfaqet ministra Belinda Balluku dhe ish kreu autoriteti rrugor shqiptar Evis Berberi. Përmes komunikimeve të gjetura në aparatin BlackBerry të Berberit del një linjë drejt për drejt koordinimi mes ministres dhe varësit të saj për të favorizuar një grup të caktuar operatorësh ekonomik përpara hapjes zyrtare të garës. Hetimi tregon se fituesi ishte përcaktuar që më 10 shtator 2021, kur Balluku urdhëron Berberin të presë në zyrë biznesmenin Ilir Shtufit kompanisë Nova dhe t'i sqarohet se projekti shkon me euro teorema, duke i lënë të kuptohet se zgjedhja është bërë. Vetëm 4 ditë pas kësaj lëvizje, Nova Construction 2012 formalizon bashkimin me Euro Teorema Peqin dhe Pevlaku, një koalicion që më pas shpallet fitues i tenderit të lotit 4. SPAK vren se ky bashkim ndodh para se të mbyllet afati i dorëzimit të ofertave, çka sipas hetimeve provon se palët kanë qenë të informuara paraprakisht për rezultatin e garës. Sipas dosjes, vetë Balluku dhe Berberi u kanë dhënë kompanive kriteret kryesore për të kualifikuar, ndërkohë që Berberi ka vendosur madje dhe kritere përjashtuese që nuk ekzistojnë në ligj, me qëllim eliminimin e ofertuesve të tjerë dhe favorizimin e operatorëve të paracaktuar. Ditën e hapjes së ofertave më 15 shtator 2021, një varëse e Berberit, Miranda Shkurti, mban kontakt të vazhdueshëm me të dhe i dërgon foto të zarfave, listës së ofertave dhe çmimeve të secilit operator. Nga këto foto del qartë se kursori i kompjuterit mbahej oferta e konsorciumit Euro Teorema Pevlaku Nova, duke sugjeruar se vlerësimi ishte i dirigjuar. Në vijim dokumentet zbulojnë se kompania Nova Construction 2012 nuk plotëson kriterin e punëve të ngjashme sepse kontratat e paraqitura kishin të bënin me ndërtim pallatesh, ndërkohë që tenderi kërkonte eksperiencë në ndërtim rrugësh dhe autostradash. Megjithatë, konsorciumi shpallet fitues pas një pengesë nga ARSH. Gjatë procesit, ministra Balluku shfaq shqetësim të vazhdueshëm për rrjedhje të mundshme informacioni. Ajo dyshon për një person brenda ARSH-s të cilin e përshkruan si pler që flet, ndërsa kërkon identifikimin urgjent të këtij tradhtari. Paralelisht kërkon që Berberi të mos japë më punë një firme konsulence, që sipas dosjes lidhet me një deputet të opozitës. Hetimi vërteton se ministra ka qenë e përfshirë drejt për drejt në ritmin, kohën dhe mënyrën e shpalljes së rezultateve, duke urdhëruar që fituesit të mos ndryshojnë dhe që publikimi i rezultateve të bëhet vetëm kur ajo të jap sinjalin. Nga ana tjetër, Berberi e mban të përditësuar për çdo interesim nga mediat, të cilat kishin nisur të dyshonin për paracaktimin e fituesit. Në përfundim, SPAK arrin në një konkluzion të qartë. Procedura e prokurimit për lotin 4 është e manipuluar që në fillim kompanitë fituese janë orientuar nga ministria dhe drejtori i ARSH-s para hapjes së garës. Kriteret janë përcaktuar me porosi dhe dokumentet e brendshme janë trajtuar në mënyrë të kontrolluar për të siguruar rezultatin e dëshiruar. Dosja e SPAK e përshkruan këtë proces si një aferë tipike korruptive, të dirigjuar nga lart dhe të ekzekutuar nga vartës të bindur. Mirë, pra dashur shikues, ky ishte inserti që kisha përgatitur për sa i përket një tjetër lajmi në raport me zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës Belinda Balluku, për cilët SPAK kërkoi në GKK dhe u miratua pezullimi i saj nga kjo detyrë për sa i përket përcaktimit sipas prokurorisë posaçme të fituesit të lotit 4 për tenderin e Unazës së Madhe. Mirë, për diskutuar për të çështje dhe disa çështje të tjera të cilat lidhen me krimin, un kam të ftuar sonte në Sken Krimi Ervin Karanxhën, ish prokuror, avokat. Shumë faleminderit Karanxha. Përshëndetje. Si dhe ish drejtuesin e lartë të policisë së shtetit MC Prençi, kënaqësi Prençi. Faleminderit, kënaqësia jon. Ta nisim së bashku këtë bisedë. Sa vështirë është provohet ligjërisht një përcaktim në tendrat publik, pra kur është e paracaktuar, ka vështirësi SPAK-u ta çojë deri në fund hetimin ndaj Belinda Ballukut? Andi, pothuajse në gjithë mediat zihen kjo historia e shpërdorimit të detyrës nga zyrtarët e lartë të qeverisë, zëvendës kryeministrja, drejtorët e drejtorive, drejtori i ARSH-s, ish drejtori i ARSH-s dhe zyrtarë të tjerë që merren me çështjen e prokurimit publik. Nëse ka një hetim më të lehtë, ka shkelja e procedurës në tendra. Shkelja e procedurës në tendra mund të filloj ankohet një pjesëmarrës në tendër ose në koncesion. Një ankimim të thjeshtë. Dhe nëse ke predispozicionin për ta hetuar këtë çështje, e bën shumë lehtë. Çfarë kushtesh kanë qenë
paravendosur nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave dhe kush i plotson, kush ka ofertën më të ulët, kush ka ofertën më të lartë. Tendrat në Shqipëri më së shumti, sidomos këto tendrat e majm që kanë shumë lek, gjithmonë rezultojnë me flamur të kuq. Fakti që ekziston me flamur të kuq do të thotë që vetë autoriteti që përgatit tendrin, që ka fondet, që investon, e dirigjon, e orienton, e para përgatit për ta dërguar te klientela. Është shumë e thjeshtë. Edhe sot të kësaj dite, rreth të paktën sepse zëra ka që janë rreth 13 çështje që e implikojnë ballukun në favorizimin e tendrave. Qoftë tek tuneli Llogaras, qoftë tek Unaza loti 4, qoftë ajo pazari që është bërë për aeroportin e Vlorës, qoftë shtesat e kontrata e fondeve që janë bërë për rrugën e Arbrit, e probleme nga më të ndryshmet, ose propaganda që u bë që është bërë gabim ai projekti që në kohën që ndjes pas ka qenë Sokololdashi ministër për rrugën Quks-Qaflloq, që rezulton që 80% e rrugës është nat projekt, madje kanë qenë bërë edhe traseja dhe muret që po të shkosh ti shikosh sot ato betonët e ledhit tregojnë që janë të bërë me 14 vjet dhe nuk janë të sotmet, por janë shtuar disa vepra për të fishuar vlerën e rrugës, që të shkojë një rrugë e tillë 260 milion, edhe më e forta që nuk shkurton as 1 kilometër rrugë, një lloj sikur ti bish nga Pogradeci. Përjashtuar që bën një rrugë më të rrezikshme, por unë do të thoja që ajo vetëm vlerë që ka do kishte vlerën për të futur në qarkullimin normal edhe të atyre zonave. Që sigurisht investimit, jemi pro investimit. Absolutisht, po a do e kishte radhën vetëm për 3.000 banor? 260.000 euro vetëm për të futur në qarkullim 3.000 banor ose 5.000 banor? Po këtu prioritare është vjedhja, kuptohet. Të mos shkojmë tek kjo, po të shkojmë tek procedurat e tendrit. Po të shikosh edhe për Llogaran, është ankimuar një nga ofertuesit, nga pjesëmarrësit në tender. Është ankimuar. Edhe po ai që ka bërë ankimimin, po ai ka kryer punimet. Turqi s'kan ardhur në Shqipëri. S'kan sjell as një traktor, as një zetor, as një mjet pune. Pra veprimet, punën fizike e ka bërë kompania e cila u skualifikuar. Vetëm se u shtuan një 50 milion euro më shumë. Edhe vërtetohet ajo thënë kontradita e dy thënieve që kryeministri Rama thot nuk mund të ketë Hajdut 2 metra të gjatë, mbi 2 metra të gjatë, ndërsa Balluku thot ai palloshi i gjatë e kërkon 50 më shumë, i thot Berberit. Ish drejtorit ARSH-s. Pra çka do të thotë që kjo është marrëveshje. Ne ne nuk e dim sa centimetra, sa metra është palloshi i gjatë. Shiko, jo, gjatësinë e palloshit të gjatë e kemi të njohur sepse e kemi kryeministrin e vendit. Problemi qëndron që unë thash ka përplasje të dy kundërthanjeve të kryeministrit që s'ka Hajdut mbi 2 metra dhe vërtetimit me fjalë, se ne nuk e dim me vepra, se ndoshta se ka dhënë urdhrin 50 milion më shumë, se ka dhënë palloshi i gjatë. Mund të jetë hamendësim i Ballukut për t'i mushmenën Berberit që duhet të rritet vlera. Dhe ne nuk e dim se kush bashkëpunon me Ballukun. Ballukun nëse do ta thot vet. Gjëja më e bukur, Andi, nuk e di se si duhet të realizuar dhe nuk e di se si duhet kërkuar. Këtë mund ta bëjë ndoshta dhe opozita, po mund ta bëjë edhe mediat, që ti drejtohen që sot organeve të drejtësisë, gjykatës që gjyqi i Ballukut dhe i vargjet Ballukut të bëhet publik. Sepse sipas informacioneve që kam unë, po, nëse shqiptarët do ta marrin vesh live, nen për nen, se sa janë vjedhur nga Balluku dhe bandat që janë pas Ballukut, atëherë besoj që Shqipëria ka për të ndryshuar. Bie qeveria thua? Nuk me duhet mua bie qeveria. Mu me duhet a duhet reagoj ki popull që këto qeveri që zhytën në nivelet larta të korrupsionit, pavarësisht kush është, e majt, e djath,
e larur me ngjyra blu e kuqe duhen rrëzuar një herë në 4 vjet, sepse po qëndruan gjatë, këto burokratizohen, forcojnë rënjët dhe lidhen në unitet me krimin e organizuar dhe gjëja më e keqe për një popull është bashkimi i qeverisë me botën e krimit organizuar. Faleminderit. Dhe kurrizi i popullit shqiptar nuk mund ta mbajë sepse jemi shumë pak. E di se ne nuk kalojmë dot as 700.000 veta forcë aktive në punë, se 650.000 kemi pensionistë. Ndërkohë që 2.3 milion jemi gjithsej sipas censusit fundit. Dhe kurrizi i 700.000, 800.000 shqiptarëve nuk mund të mbajë këtë nivel korrupsioni që ka qeveria jonë. Okej. Faleminderit Prençi. Do rikthem sërish me të tjera pyetje për të diskutuar edhe më gjerë këtë çështje. Karanxha, si prokuror tani, çfarë i bënte këta kur shikon këto komunikime duke sikur janë shumë të sigurt tek njëri tjetri, në komunikimet që bëjnë për të paracaktuar, po themi sipas pakut, le të themi këto tendera, dhe si konsideron drejtësia këto veprime, a janë një provë konkrete kur ballafaqohen këto mesazhe me fakte konkrete, e prodhon një provë për të caktuar një masë sigurie, për të caktuar ndoshta një dënim më mbrapa, një kërkesë për dënim? Tani, duhet kemi parasysh diçka. Këto nuk janë përgjime, kuptimin e përgjimit, sepse përgjimi është kur merret një vendim gjykate dhe përgjohen 2 persona. Në rastin konkret, është sekuestruar telefoni i Erviz Berberit dhe nga klonimi i tij ose nga akti i ekspertimit kanë dalë komunikimet që ka bërë Erviz Berberi me zëvendëskryeministën Belinda Balloku dhe ministrën e përkatëse që merret me rrugë. Ka një specifik tjetër që është. Bërë shumë mirë që shpjegove që nuk është përgjim, sepse zakonisht themi përgjim, por nuk janë përgjime. Nuk janë përgjime sepse ke dhe komunikime në aplikacionin sinjal. Pra, ka menduar sinjali, nuk është se është përgjuar sinjali dhe është një aparatur që i merr dhënat. S'kan fshirë mesazhe. Në rastin konkret është klonuar telefoni, kanë dalë dhënat e mesazheve. Dhe ka pasur edhe një specifik të veçantë që është diskutuar nëpër media që mesazhet që i dërgonte Belinda Balloku me forward Elvis Berberi ja çonte edhe gruas së tij. Pra është gjetur te telefoni i gruas, është sekuestruar te telefoni i gruas, kështu është diskutuar nëpër media, që është marrë dhe telefoni. Pra janë 2 prova, me forward, tash pse ja ka çu, e di vetë ai pse ja ka çu gruas, sepse si rregull ku jemi në një vend pune, je detyrë zyrtare, nuk e pse i çohet. Punta veta pse ja ka çu. Pra është dhe kjo. Arshivohen në kasaforte. Ose edhe të arshivohen për rujtje, për... Jo, më mundet t'i ketë arshivuar drejtori, po drejtori ka qenë në presion vëlla, sepse i ishte besuar punë shumë e madhe. Levroshi miliona para, dikun do t'i depozitonte ai. Ka bërë shumë mirë, por nuk ka bërë mirë. Ka verifikuar, do thonë ke provë dhe janë komunikime. Dhe kjo është pak a shumë. Tani kanë qenë sigurt apo jo? Fati që kanë folur në telefon, fati që kanë ruajtur telefon, do thonë që i kanë ruajtur ato besimet, kanë qenë të sigurt që kjo provë nuk do dalë. Tani vjen një ditë që del, siç është në rastin konkret. Dhe del djenia për veprën penale, del djenia për tenderat. Pra, ky akt ekspertimi, është akt ekspertimi. Kur zbardhet që merret telefonin ky akt ekspertimi tregon djeninë e zonjës Balloku dhe komunikimin me drejtorin e rrugëve në lidhje me mbarvajtjen e tenderit. Një diçka që më ka bërë përshtypje sepse duhet i shohin në tërësi. 2 antarë të tenderit nga akti i ekspertimit rezulton se kanë folë me njëra tjetër. Dhe gjatë bisedës me njëra tjetër, ato thonë, po ta kemi parasysh se duhet marrë tenderin e dytë, e fitoi Turku me Gjokën. Po? Ndërkohë që Turku ka konkurruar me një kompani tjetër, Gjoka është nën kontraktor. Tani, si... Gjoka ka pas konkurruar vete? Jo, tek tenderi i dytë. Tek tenderi i parë. Tek tenderi i dytë, del që këta që folën këto gratë, 2 gratë që folën, 2 që janë të pandevre, thonë, e mori tenderin Gjoka dhe Turku. Tani nga e din këto, se kush do të caktohet nën kontraktor, se nën kontraktori caktohet mbrapa. Po, e caktohen fituesi. Dhe këto 2 kompani nuk janë bashkë që morën tenderin. Që këtu, sepse Gjoka u skualifiku, që këtu del që edhe këta vetë e kanë ditë që Gjoka është me Turkun që në fillim, pra e kanë ditë tenderin, e kanë ditë kush është nën kontraktori dhe tregon fiktivitetin e tenderit. Pra e kanë ditë që në fillim se me logjik, si mund ta dish ti kush do jetë një nën kontraktor mbas i muaj? Sepse ka qenë paracaktuar se ai që do fitoj
doja jap me nën kontraktim Gjokës dhe do jenë të kënaqur të dy palët. Kjo ka pasur djenit plot, pra tregon. Sa është 50 plus, sa është vetëm për shkuesin. Lind pyetja, si duhet, domethënë se çdo plani hetimit prokurori ka vetë. Do ta nisi me rritjet e fondeve në mënyrë abuzive të tjera. Unë mendoj në rastin konkret, por me e kap dashin ose demin prej brirësh, duhet nisur nga fitimi I turkut. Kemi një shtetas turk që diskutohet rreth 30 milion euro një kompani turke I ka marrë, I ka si fitim. S'ka paguar, nuk rezultojnë vetëm 2 milion euro ekzistojnë në përdorot e pagesave që ka bërë kompania turke. Dhe kompania turke nuk ka patur as mjete, as teknologji, as gjë për të punuar. Tani pyetja është, ore, çka ke bërë ti? 30 milion euro I ke fut në xhep. Pra 30 milion euro ti I fut në xhep. Pra siç I thoni shprehje, në Tiranë I ke fut lekët te cica. Dan e ke hik, se shpresë është të I fut lekët në xhep. Se edhe xhepi këtu është afër cicës, po të kesh parasysh, I ke marrë lekët, çka ke bë? Pra, që këtu jam dakord me Premçi. Nuk jemi më para skeles barazisë tender. Këtu jemi para një vjedhje. Kjo është vjedhje. Pra, vjedhja nga teoria e drejtës penale duhet kemi parasysh diçka. Vjedhja e para ç'është vjedhja? Paksimi I pasurisë. Pra këtu kemi pasim të pasurisë së popullit. Këto lek janë lekët e taksapaguesve shqiptar. E para, sepse del një fitim, një kompani dhe del përafërsisht sa është rritja e vlerës tënde del fitimi këtu. Karanxhën se do ishte prokurori kësaj çështje, do e ngrihej këtë si akuzë? Unë gjësa po e them, unë do e ngrihej, s'bëhet fjalë. Kjo është vepra penale e vjedhjes. Dhe e dyta, që teoria ka dhe vjedhje, teoria e shpjegon, sepse kemi një teori drejtës penale, ka dhe vjedhje për llogarit personave tret. Pra ti në rol ndihmëse të vjedh për tjetrin. Dhe fitimet, pra duhet hetohet spaku, fitimet ka lidhje me kompaninë turke, ku kanë shku në Turqi, çka kanë bërë, sepse ky është një hetim I plot I gjithanshëm, sepse na rezulton një kompani me afërsisht 30 milion euro të futura të përfitim. Dhe ky është ashtu. Dhe kjo kompania është fut si pyk, sepse I bi që po të kishte bërë Gjoka që në fillim ky 30 milionerësh nuk të shkonte aty. Vetëm I fjali. Faleminderit Karanxa. Shiko, ka I problem. Duhet të ndërgjegjësohemi, por njëkohësisht edhe ta qartësojmë opinionin publik që hetimet deri tani dhe akuzat që janë ngritur për Ballukun dhe për varësit e Ballukut është për shkeljet barazisë në tender, sepse ende për opinionin publik, por edhe për ju mediat, nëse do gërmoni dhe do merrni kontakte, nuk ka filluar të bëhen publike provat që janë në këtë dosje për problematikat në lidhje me zbatimin e projektit, preventivin e punimeve, ndryshimin e projektit, sepse projektin e kemi me 2 ura, me një tunel dhe 2 ura, ndërkohë që urat nuk ekzistojnë, janë zëvendësuar me tumbino dhe mbushje inertësh. Dhe nuk kemi volumin e inerteve që kanë dalë nga tuneli, me inertet e deklaruar të blerat e kompani tjera që janë përdorur për mbushje, se s'mund të përdoreshin këto tunelit, sepse kur të vjedhish, duhet të justifikosh një pjesë që nuk i ke përdor inertet që kanë dalë nga tuneli për mbushin, po duhet t'i blesh të një kompani tjetër në vlerë për të rritë vlerën. Sepse me të drejtë ish prokurori thot që 30 milion. Jo, është Shqipa, jo është mesazh, 50 më lartë. Pra këto 50 duhet për t'ia dhënë asaj kompanisë turke. Ajo e din ajo që me ka I kanë darë. Në këtë 140 që ka qenë më përpara, kemi shpërblimin e zyrtarëve të shtetit shqiptar, përfitimet e kompanisë, deri pastaj tek certifikimi I cilësisë së qelikut, të hekurit, të betonit, të kolaudimit objektit, supervizimit, që janë tender me vete. Pra, kur të hetohen të gjitha këto, shqiptarët do të kuptojnë se si dhe sa është vjedhur në cilësinë e tunelit. Dhe a duhet ta kenë vëmendjen kur të kalojnë në tunel? Do më thosh diçka, Premçi? Tani, ne po flasim për vlera shumë të mëdha. Po flasim për një vlerë që është 50 milion euro. Sigurisht me 50 milion euro mund të ishin bërë nuk e di se sa. Jo 50. Është mbi 50. Jo mbi 50. Ju keni thënë shkon në 10 ajo, po 140 fitimin ja sepse 50 janë, shiko, ishte parashikuar që bëhen 120. 50 janë shtuar për fitimi I asaj të parës. Për të tjerët.
Okej. Po fitimi tek 140-sha. Okej, dakord. Milionerë është tjetër. Është tjetër vlerë 30. Okej. Pra shkon diku te 80-90 milionë euro. Që nuk e di se sa rrugë mund të ishin bërë nëpër zona të ndryshme rurale për t'i dhënë investim. Nuk po hyksa se nuk ta përcaktoj. Po nuk e kemi në. Do të thuash diçka, si ka mundësi që ndoshta Balluku, ndoshta Erviz Berberi e shumë të tjerë të administratës, duke e ditur që s'pak një ditë do shkonte drejt kësaj gjëje, kanë pasur këtë garancie. Dhe shkëmben ato komunikime. Dhe pyetja tjetër, përse kemi vetëm një grup të njëjtë biznesmenësh dhe kompanish, të cilët janë fituesit e shumicës së tendrave në Shqipëri. Sidomos për punë publike. E ke në dekriptimin e bisedave telefonike të zonjës Balluku, që thot për një kompani X, mos i përmeni me emrat. S'ka problem, ke sistemin që ne kam problemi, pa edhe e thot qartë pra, me urdhër zëvendëski ministri atë kompani s'du ta shoh më tendra. Pra një kompani X nuk duhet ta shikoj më tendra. Pra, zëvendëski ministria përcakton a duhet futësh ti në tendra apo s'duhet të futën në tendra. Apo zëvendëski ministria mund të t'i përjashtojë kompanitë, por duhet t'ju bëjë një vlerësim punëve të kryera me një komision inxhinierik dhe t'ju bëjë një vlerësim punëve të kryera dhe për punimet të dobta, 1, 2, 3 duhet t'i ndëshkoj, ti procedoj konform ligjit, edhe për shkak se nuk plotësoni kriteret e punimeve, ashtu siç paguhen parat e mirëmbajtjes rrugës, asnjë kompani nuk nxjerr punonjës për të mirëmbajtur rrugët e Shqipërisë. Rritet mes autostradës në trafik ndarshëm, rritet bari, rriten pemët, brenda 2 viteve, 3 viteve pa u fshirë një herë ajo korsia anësore, aty ku edhe baktia aty. Le bakti. Lop kemi parë. Ore baktia kalon mrena ditës. Unë po të them mbin pema, rritet bëhet 3 metër ngjitur me trafik ndarshëm dhe asnjë kompani në gjithë Shqipërinë, kudo që ke mblidhet ajo skorja, pluri atje afër trafik ndarshëm, mbin pema, shkon 2 metra e gjatë, kalon 2 procese vegetative. Të pranverës dhe të vjeshtës dhe nuk e shkull kush dhe nuk e fshin kush. Pa, këto para paguhen qyl. Qyl fare. Mirëmbajtja e rrugëve, 0. Dhe kryerja e punimeve, pra zëvendës kryeministria, nuk ka dalë vetë për të reklamuar e për të thonë shqiptarëve që unë po punoj. Ajo faktikisht po vjedh. Sepse nuk e ka njoft kush Belinda Ballukun për një intelektuale, në kokë shkence, që kërkon ta mbrojë Edi Rama. Edhe po nuk që Belinda Balluku nuk mund të ta bëjë dikush tjetër. Problemi qëndron që ajo ka shkuar atje si dallkauke për të vënë veten në rrezik bashkë me varësit e saj, për të vjedhur për llogarit kujt du ta tregoj ajo. Për llogarit kujt. Po që ka vjedhur. Dhe unë po të them. Ja, ta vërtetoj gjykata deri në fund të prinçit. Ore për gjykatën. Gjykata ta vërtetoi. Për mua si qytetari i Republikës Shqipërisë, fakti që të gjitha investimet që ka bërë Balluku, duke qenë zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës, të gjitha kanë rënë humner rruga e Ersekës. Se i bën dhe ti nga herë ku shkon nga fshati jot, ndoshta. Rruga e Dibrës. Po. Rruga Qafploq, rruga Librash-Dibër. Qafploq. Librash-Dibër. Po. Rruga e Dibrës nga tuneli i Murrizës. Të gjitha rrugët, të gjitha investimet strategjike dhe masive që kalojnë vlerën mbi 200 milion euro, kanë rënë të gjitha pa përjashtim. Kanë rënë humnermër. Shiko, kryeministri Edi Rama në vitin 2013 ka rënë pushtet me një slogan: Sali Berisha i ka lënë rrugët rrugëve. Sot, rrugët e projektuara dhe të realizuara dhe të investuara nga qeveria Rama 1, Rama 2, Rama 3, Rama 4 kanë rënë në gremin të gjitha. Dhe unë t'i numërova 1, 2, 3, 4. Okay. Dhe së fundit, investimi i aeroportit Vlorës, i kontestuar edhe nga konventa të ndryshme ndërkombëtare për rrugën e mbrojtjen e mjedisit dhe të habitatit, me një shi që ka rënë, ka 80% ka qenë në datën 22, ka qenë në ujë, 23 në ujë. Imagjino sikur të jetë funksional dhe të ulën avionët. Okej. Faleminderit. A ka ky aeroport plan emergjente, plan të emergjencës civile dhe kufizim me kanale kulluese të niveleve të ujrave të larta? Jo. Ku shkojnë avionët? Në det.
Pra çka do të thotë që projekti, megjithatë, unë një gjë po habitem. Duhet të zbres kontrolli i lartë i shtetit me program të veçantë për të parë këto investime dhe për të thënë shqiptarëve sa është niveli i korrupsionit dhe i vjedhjes. Ka një shifër qarkullon diku te 10 miliardë euro. Jo, duhet dal ajo ka qarkulluar në tërësi. Po. Unë them vetëm për këto investime për të cilat akuzohet. Okej. Faleminderit Prençi. Karança ndalemi pak ndoshta tek pikpamja ligjore. U kërkua nga ana e SPAK-u, miratua nga gjykata, pezullimi nga detyra i zëvendës kryeministre dhe njëkohësisht ministres së infrastrukturës Belinda Balluku. Çka kjo nuk cënon sigurisht statusin e deputetit sepse u kërkua pezullimi për këto. Tani do t'ja shpjegojmë pak bashkë qytetarëve, sepse qeveria këtë e ka çuar në kushtetuese. Dhe një nga pikat që thot, sjell pasoja të rënda për interesin shtetëror dhe shoqëror, pezullimi i Ballukut, duke krijuar vakum institucional në realizimin e pushtetit ekzekutiv, por dhe të vetë pushtetit legjislativ, pasi pamundson propozimin e projektakteve me rëndësi kombëtare për integrimin në Bashkimin Evropian, rreth 800 projektakte për të miratuar deri në fund të vitit 2027 nga ministri që udhëhiqet nga ministri i cili është pezulluar nëpërmjet vendimit të GKK-s, sepse pas ka dhe një gabim kam përshtypje këtu. Okej, mirë, tani ma shpjegon dot, tani përse e çoi qeveria në kushtetuese, a është ky post qenërit zëvendës kryeministër dhe ministër post kushtetues, të seron një herë mirë, ju jeni ish prokuror, jeni një nga juristët më të mirë që kemi. Kështu që ju falenderoj për vlerësimin dhe do të diskutojmë vetëm në bazën e ligjit. Tani duhet kemi parasysh. Do flasim me kodin e procedurës penale. Siç ka Prifti ka Biblën, siç ka Hoxha Kur'anin dhe një jurist ka kodin e procedurës penale, një prokuror. Tani neni 288 i kodit procedurës penale është i qartë. Procedimet penale për deputetin, po, pra për masat e sigurimit për deputetin. Atëherë, mund të ta lexoj? E kemi këtu. Po. Neni 288, pika 1. Kur ndaj një deputeti duhet saktohet masa e sigurimit të arrestit në burg ose në shtëpi, heqja e lirisë në çfarëdo lloj forme, kontrolli personal ose i banesës, prokurori kërkon autorizimin nga kuvendi. Pika 2. Kërkesa për autorizim paraqitet kur plotësohen kushtet ligjore të parashikuara në këtë kod për kryen e veprimeve të parashikuara në pikën 1 të këtij neni. Ajo shoqërohet me relacion të arsyetuar të shoqëruar me provat që mbështesin kërkesën e tij. Tani kjo ka një gjë të paqartë, Karança, sepse unë po lexoja pak një tjetër nen dhe bëhet fjalë për nenin e ankimimit, kam përshtypje e ankimit, lutem pak foton tjetër që kanë përgatitur regjia. Do të jetë neni 284 ankimi për veprat penale të parashikuara nga neni 84, 89 dhe të tjera me radhë, kodit penal, ndjekja penale mund fillojë vetëm ankimin e viktimës, i cili mund ta tërheqë atë në çdo fazë procedimit. Tani, do më thuash pak tani pse ka një teknikë, le të themi, legjislative pak të ndryshme dhe aty nuk janë përcaktuar, le të themi, të përcaktohet neni veçantë për masat e sigurimit ndaj deputetit. Nuk kishte shku mendja, po konstatoj nga jashtë, ose është herë e parë që po ashtu, shoh një teknikë legislative të ndryshme. Ç'kuptoj me teknikë legislative të ndryshme? Po sepse aty është pak e paqartë pra. Këtu është më e qartë. Pra këtu janë nenet përkatëse të kodit penal, aty është kodi neni 288 bën fjalë për pjesën procedurale, mendoj që aty duhet ishte përcaktuar në mënyrë të qartë. Pra, sepse ka nxitur debat kjo, çështje shumë e madhe, pra duket sigurisht shumë e paqartë gjëja. Teknika legjislative e përdorur është e dyshimt. Këtë neni 280, jo, këtu është i qartë. Këtu e kemi numër nenës, sa qartë e ke këtu? Po, janë përcaktuar 84, 89. Pra, nenet e kodit penal, thot, për veprën që ti ke kryer. Do kjo kemi një teknikë shumë të qartë. Okej. Këtu është pak shumë. Këtu ketu me titull heqje lirisë në çdo formë le ekuivoke. Këtu duhet ishte fut dhe neni 242 dhe mendoj, neni 240, sepse mi kohën e reformës në drejtësi, që po ta vesh shifre neni që është ndryshuar. Pra është 2017, mbas miratimit. Me ligjin numër 35. Po, mbas miratimit, 2016. Po pra, bëhen në 2016 këto janë ligjet mbrapa. Dhe këtu duhet ishte bërë, siç e mendoj, pra një formulim i qartë. Mirë, po është bërë të duket të është qëllimshme? Mendoj tash që po e shoh, nuk e di çfarë mendimi ka premtë. Unë kur po e lexoja, sepse jemi bërë jurist me zor këtu Karança. Unë mendoj që kemi një ndryshim të teknikës legjislative dhe kjo duhet përcaktonte në mënyrë të qartë. Domethënë, siç e mendoj si duhet formulohet. E para që titulli neni është pa titull, pa emër, duhet ishte masat
kushtet e procedimit dhe për masa sigurimi ndaj kryeministrit, deputetit dhe ministrit. Pra dhe duhet ishte bërë. Kur ndaj kryeministrit presje, ministrit, deputetit kërkohet caktimi i masave për nenit të parashikuar nga neni, për shembull, arrestin burg është 238. Po. Arrestin shtëpi është 237. Heqje liris, kush janë arrestet duhet ishin vonë aty. Kontrolli për shembull është neni kontrollit. Dhe duhet ishte me numra nenesh konkret. Dhe te rasti 242, neni 242, që është masa shtrënguese me karakter ndalues, duhet të shërvon neni 242. Sepse duket sikur kjo të çon ngru shteti pastaj. Jo, kjo nuk e di, po ja thot Prençi, nuk e di cili është motivi se është përdorur kjo teknik legjislative. Ligjvënësi ka patur në konsiderat deputetin, njeriu me imunitet. Po jo zyrtarin e lartë të shtetit në funksionin e pushtetit ekzekutiv dhe pushtetit administrativ. Pra çka do të thotë që edhe SPAK-u është treguar shumë i kujdesshëm kur i është drejtuar GKK-s. Duke patur parasysh edhe procedurën që është ndjekur për kryeministrin Arben Ahmetaj. Për kryeministrin Sali Berisha. Për një fakt, sepse nuk e trajton SPAK-u si deputet. Thot ai për funksionin e ministres së infrastrukturës dhe për zëvendës kryeministren nuk e pengon si deputete në vajtje në parlament, as në komisionet parlamentare. Ai e ka pezulluar përkohësisht nga detyra e ministres së infrastrukturës dhe energjisë dhe zëvendës kryeministrës. Sepse në këtë funksion ajo është e rrezikshme dhe e dëmshme për publikun, për Shqipërinë, për shqiptarët, sepse ka në dorë të intimidoj dëshmitarët ose personat të cilat ajo ka urdhëruar gjatë ushtrimit të detyrës për të favorizuar këtë apo atë kompani. Si mund ta bëj si deputete Belinda Balluku këtë, Prençi? Në mënyrë kategorike në momentin që ajo del nga zyra e pushtetit ekzekutiv. Pra po thua nga zyra zëvendës kryeministres dhe ministrit infrastrukturës. Ajo nuk ka tagër, nuk ka të drejtë të urdhërojë njerëzit dhe secili mashkull apo femër, shqiptar apo i huaj që punojnë si administratas apo këshilltar, se mund të ketë këshilltar të huaj, në momentin që ata vjen ndjeni që ndaj personit ka filluar një procedim penal, është marrë e pandehur, është në masat jo ata që parashikon për të që ja ndalon, arrestin në shtëpi, arrestin në burg, dhe masat të tjera të ngjashme, kontrollin e banesës të tjera. SPAK-u nuk ka vepruar për këto, që prek drejt për së drejti. Ajo ka marrë masa paraprake për të parandaluar ardhjen e një pasoje akoma më të rëndë raport me veprat penale me të cilët ajo akuzohet. Për tunelin e Llogaras, besoj SPAK-u i ka sekuestruar dokumente, çdo sekuestroj më. Nuk e dim. Po ka ky është hetimi i nisur. Të lutem, nuk e dim, sepse prokurori do ta thotë më mirë, në gjatë gjithë kohës së hetimit, jo vetëm hetimit paraprak, po edhe të himit veprimeve të deleguara më tesh me letër porosie, tjetër procedura që janë në udhës duke u kryer, mundet që ai që ka kompetencë mund ndërhyjë. Okej. Një dhe e dyta, sot mos harrojmë edhe diçka. SPAK-u, nëse vërtet ka trokitur në derën e zëvendës kryeministres, duhet ta kompletojë këtë hetim. Sepse këtu kemi me shkeljen e barazisë në tender, po kur të futemi tek analiza e kryerjes së punimeve të projektit, ndryshimeve të projektit, volumeve të punimit, preventiveve që janë paraqitur për të paguar, se janë paraqitur dhe preventive paraprake. Nuk e kemi parë dosjen, ndoshta e ka SPAK-u këtë Prençi. Po janë duke punuar atë po të themun. Dhe kur të futet këtu, nuk mundet që të akuzoj SPAK-u një zyrtar kaq të lartë që është zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës dhe ish drejtorin e ARSH-s dhe drejtorin aktual dhe komisionin e prokurimeve të kësaj ministrie pa filluar hetimin edhe për kompanitë me të cilën ato kanë vjedhjet. Sepse ajo është grupi strukturuar kriminal, se nuk vidhet vetëm pa fondet e shqiptarit, po që se nuk i merr kompania, ti dërgojë te zyrtari nuk vidhen. Okej, Prençi, faleminderit. Që ta përmbyllim tani këtë nen, që ta përmbyllim sepse e lash gjysmë sepse u morëm. Po, tani. Pyetja është e qartë.
a përbën ky nen, paragrafi 2 i këtij neni, po ta kemi parasysh dhe për qytetarët. Kjo mas nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Kush janë zgjedhur? Pyetja, kush është ligji elektoral? Është kodi elektoral. Po. Kodi zgjedhor. Pyetje tjetër, sepse duhet Kush janë të zgjedhurit? Të zgjedhur janë vetëm Deputeti 3. pra. Janë vetëm 3. Po, 3? Është Këshilli Bashkiak, Po. kryetari i bashkisë dhe deputeti. Këta, 3. Të tjerët janë edhe Ministër, zëvendës kryeministër janë. është përfaqësimi të fortë, sepse populli shqiptar ka drejt Pra janë të temëruar, zgjedhë po thua. deputetët. Dhe ne jemi republikë parlamentare. Pra edhe po të kemi parasysh nga teoria e drejtës publike, jemi teori parlamentare që pushteti buron nga parlamenti. Pra mund të vinë shumë kryeministra si rasti i Kosovës. Erdhi Igu Albin Kurti, erdhi një kryeministër tjetër, mund të vi tjetër. Parlamenti nuk është cënuar dhe ligji elektoral është i qartë. Pra, ky nen është në mënyrë të qartë përcakton që nuk kemi para neni 288. Pse e marrin për bazë neni 288? Sepse më fal dhe ta sëroj diçka. Po, më fal, po. Merret për bazë dezi neni 288 sepse thuhet që ministri ka statusin e deputetit. Por kjo nuk është pezuar si deputete. Pra, ti me kompetencat e deputetit ti je në rregull. Jo, ka një kundërthënie tjetër. Po. Marrim rastin që kryeministri i Shqipërisë në ndërtimin e kabinetit qytetar nuk mori për zëvendës kryeministër ose ministër një person që ka mandatin e deputetit, po mori Shemsi Prenqin ose Ervin Karangjë. Tani, nëse unë do të kryej vepër penale, unë kam statusin e deputetit. Ministri i Shëndetësisë është pa mandat deputet. Ministri i Drejtësisë po kështu. Nëse do të ndodhi që do të futet në rrugën e korrupsionit ministri i Shëndetësisë, ne duhet të themi që nuk ka të drejtë prokuroria, SPAK-u dhe GKK-ja që t'i ndaloj pasaportën dhe rrugtimin jashtë shtetit dhe Se nuk e ndron kryeministri ta zëvendësoj. Kjo është çështje kulture. Kjo është politike. Kjo është çështje kulture. Politike. Jo, kulture. Sa të marr Karangjës mendimin me qenë se e kam ndërprer dy herë Prenqin. Ajo është marrë pandehur për një vepër, është në hetim për çfarë vepra tjera. Kjo është çështje politike. Pra është vullnet politik. Nuk kemi më në vullnet juridik. Edhe diçka, ky nen edhe një herë duhet kishte qenë super i saktësuar. Ky nen. Neni 288. Po, duhet të ishte në mënyrë të qartë për kryeministrin, ministrat dhe deputetët. Sepse po pra na shkakton këto problemet, pra prandaj po them, sepse kemi bërë çudi mua. Duke qenë me numra nenesh do ishim të saktë. Po mirë, kjo është prokuror, ju thoni vullnet politik. Unë jam kundra jush, kundra thënies tuaj, sepse me të vërtet i thu vullnet politik, po vullnetin politik në Partinë Socialiste e krijoson kryeministri Edi Rama. Por Edi Rama ka thënë që përgjegjësia penale është individuale dhe nuk është me vullnet. Thotë që nëse ke shkelur, Partia Socialiste thotë nuk merr mbrojtje asnjë. Fakti ndodhi ndryshe. Partia Socialiste, kryeministri i Partisë Socialiste, e mori në mbrojtje zëvendës kryeministrën dhe ju drejtuar për interpretim gjykatës kushtetuese. Pra në këto kushte, unë nuk them se është vullnet politik. Unë them që është kulturë individuale dhe kolektive që edhe pasi hetohemi, por edhe pasi merremi të pandehur, nuk ka kurajon dhe kulturën një zyrtar kaq i lartë që t'jap dorëheqje, të mos e morë penga as Partinë Socialiste, as qeverinë dhe as shoqërinë shqiptare. Prandaj, edhe diçka, teorikisht masa e vendosur nga SPAK-u, e kërkuar nga SPAK-u se duhet jemi të saktë, sepse ne përmendim vetëm SPAK-un, por SPAK-un konform neni 244 ka bërë vetëm kërkesën në gjykatë. Masa sigurimit është vendosur nga gjykata. Është argumentuar dhe çuçur me prova. Argumentuar dhe masa e sigurimit nuk cënon ligjin procedurial. Është e bazuar në ligj sepse ministri dhe kryeministri nuk përfshihen në nenin 242. Tash ligjet i kanë bërë vetë, e din vetë atë punë. Po mirë të bëj një pyetje, nëse do konstatoj sot, po themi, po supozojmë që Rama del që është i përfshirë në këtë histori. A mundet që SPAK-u ta pezullojë nga detyra kryeministrit? Jo SPAK-u, gjykata. Bën kërkesë SPAK-u, ndjes, SPAK-u bën kërkesë. Patjetër se nuk e ke në ne. Nuk e ke neve. Po nuk është se ke kryeministrin. Jo, a nuk do ishte kjo një goditje fatale për qeverinë që pa kryeministrin? E ka bërë vetë vëlla. Neve se ka bërë drejtësi. Këto ligje i kanë bërë vetë. Tash le ta zgjidhin me njënitetin si i bën këto punë. Po ndoshta i kanë bërë kastile. Ose mund të jetë qëllim. Me qëllim të caktuar. Tash si tha, për t'ia futur njëri tjetrit. Nuk është tradhti nga brenda kjo. Kush e bëri këtë ligj? Kush i ka bërë këto ndryshime? Çfarë njerëz 288-a?
Është bërë me ligjin numër 35, ja, kushet e procedurit flet vetëm për deputet. Pra 35/2017 e mbër 30 mars, domethënë pa u bërë një vit nga miratimi i reformës drejtësi. Po, Masi viti, I ka përgatitur Fatmir Gjafa me Ulsim Manjen, 2 kokat e drejtësisë shqiptare dhe të Partisë Socialiste, dhe normalisht këto ndryshime i kanë realizuar me atë grupin e deputetëve të Kërparatës, sepse Shmë mbrapa Kërparat. Jo. Është 2019. Jo, prit Kjo ligj, o zotëri, Kërparata ka pas gjithmonë parlamenti, se unë kur kujtoj, këtu do të më lejosh të bëj një fjali. Kur kujtoj kush ka qenë deputet në parlamentin e 1991-shit, 1992-shit, edhe nga PS-ja dhe nga PD-ja, me fjalë po të kujtosh Namik Doklën, Femi Abdiun, do të Kaqajn nga Malësia Madhe, Rushen Golemin nga Durrësi, Dritor Agollin, edhe tani të sjellish në vëmendje Zeqinen, që ka zëvendësuar këto deputet edhe shumë të tjerë që mos ashtu. U zgjodhësh e zgjedh edhe. Po, absolutisht po. Ky popull voton. Absolutisht. Ky popull voton zgjedh. Jo, e keni gabim. Të lutem. Ka 83 mandate. Dëgjoj, mos gaboni. Jo zgjedh. Janë zgjedhur nga kryetarët e partive, kanë votuar, nuk i ka zgjedhur elektorati. I ka votuar si parti. Kurse për të zgjedhur kanë zgjedh kryetarët e partive, të lutem shumë, më vjen keq. Kanë dalë masivitet votash, i përduam 10 mandate kudo qoftë, kështu që është masivitet i votave. Uroj ta kuptojnë qytetarët shqiptar, a votojnë apo zgjedhin. Qytetarët shqiptar nuk është dhënë drejta për të zgjedhur. Për të zgjedhur një deputet ka hin Tiranë. Jorita Tabaku. Dhe Erion Braçe. Edhe Erion Braçe. Janë të 2 deputet spikatur. Edhe Agron Sheja i bashkë me zotëri, në pikpamje të formimit edhe të predispozicionit për të shërbyer opinionin publik, unë shpreh konsiderata edhe për Erion Braçen, edhe për Tabakun. Nuk i shoh politikisht. Në qartë. I shoh si produkti i votës së popullit, pra të zgjedhurit, kurse këto të tjerët janë votuar në emër të partisë në mënyrë kategorike se janë zgjedhur nga populli. Okej, faleminderit. Ta bëjmë këtë ndryshim. Ta bëjmë këtë dallim. Kemi 2 projekte tashmë, Karandxa, cilët janë të paktën janë në tim, po themi. Është tuneli Llogaras, është marrë dhe Unazi e Madhe e Tiranës. Tani duket se kemi mungesë transparence, dyshime për manipulim, komunikime jo zyrtare. Tani, a mundet kemi një hetim cili të jetë i bashkuar në tërësinë e tij, në raport në qoftë me Ministrinë e Infrastrukturës ZRSH-n, sikur është një grup i strukturuar, cilët kontrollojnë tendera strategjik? A mund bashkohen këto çështje në një të vetme në një ditë? Mund të ndodhi e tillë? Unë mendoj që çështja është në hetim. Kemi parasysh akuza është ngritur mes procedimin. Por, konform në 34, kjo mund ndryshohet dhe të plotësohet, shtohen dhe akuza të reja. Mund vjen keq sepse janë disa projekte të cilët janë projekte dopta. Tutimin me projekte dopta. Sepse ne jemi vend i varfër. Pra kur e bën një punë ose e merr një mall në shtëpi, ta marrësh ta bësh të mirë, pa u bën një rrugë tjetër cilësore të paktën. Mirë që është abuzuar me fondet. Po konstatojmë që kemi vepra dopta dhe me projekte dopta. Këtu mendoj që duhet hetohet personat që kanë bërë projektet. Çfarë lidhje ka? Mund të kemi edhe, domethënë mund të jemi edhe para një sabotimi, që gjithë veprat që bëhen në Shqipëri dëmtohen. Si ka mundësi kjo e dëmtu, duhet të hetohen projektet. A janë projektet sakta, pra, a janë projektet që është bërë oponenca teknike, apo ja. Sepse janë shumë, ne po na ndodh, po një shi, po del projekti jashtë loje. Pra, projekti i zbatuar në terren, kemi problematika, dhe kjo duhet të hetohet. Ato që përmeni prem që janë të vërteta, se ne po paguajmë paret, po hedhim, mund të ketë ndryshime atmosferike, por ne rruga që re e bëhet, ku bëhet një studim, shikohen dhe ndryshimet atmosferike. Se si neve s'mund themi ta marrim me para 10 vjetësh, koha ka ndryshuar, ti bëj kushtet, bëhet rruga sipas projektit të ri. Pra duhem parë pse janë prishur to gjithë rrugë, cili ka qenë shkaku. Pra mund të kemi në një, ndoshta mund të them teori konspirative në një sabotim. Pra për me dëmtu pasuritë e shqiptarëve, se ky është sabotim.
sepse nesër mund të kalonte një person, rrezikohet tjetër. Ja, të kishte kalu tek ajo rruga të bi gurë ose ndalet të tunelit del. Që qelluar momenti? Që qelluar momenti fatal? Ti del ndalet tek një tunel tjetër që kishte rënë gurët në rrugë. Pra duhen pak këto projekte. Zbatimi i tyre, pra kemi vjedhje apo kemi të paramenduar, kemi diçka më tutje. Kjo është diçka që do ta zgjidhë timi. Tani dalim këtu. Në rast edhe të tenderit dytë, shikohen shkelje ligjore. Rastet edhe të tenderit dytë, shikohen të njëjtat lëvizje dhe konstatohet vepër penale. Ne kemi rëndim të pozitës në kuadër të masës sigurimit. Pra si me më para pezullimit, duhet ngrit pak stega. Ne vetë kemi parasysh diçka të Erion Veliaj, po të kemi parasysh një dëshmimtar u intimidu se i tha ti thuj që është shtëpia ime. Pra për një shtëpi, është ky thelbi. Pra thuj shtëpi ti fol shumë merret përsipër. Këtu po bëhet fjalë me miliona dollar, me miliona euro që është pasuri e shqiptarëve, se këto janë lekë që burojnë nga buxheti i shtetit. Atëherë mund të kemi vend. Deputet, ti prokuror do të tregoj një bisedë që kam bërë me një zyrtar të bashkisë. I thash si ka mundësi që të gjithë kryetarët e bashkive mbjellin në vjesht, në nëntor, dhjetor, janar, shkur deri në mars, vetëm rap në për trotuarët e bashkive. Po nuk mbjellin blina, kumllat kuqe, të cilat rriten më ngadalë, kanë hije më pak, po nuk dëmtojnë trotuarët. Po që se ne, tha, nuk mbjellim rap, 1.000, 2.000 rrën rap, tha, nuk do i ndryshojmë mas 3 vjetësh trotuarët, tha, se rrënjët e rapit, tha, e ngrenë, tha. Rrjen si, po, trotuarin, tha, edhe ne, tha, si gunga. Edhe ne, tha, rikonfigurojmë, ose riparojmë trotuarët me projekte të reja, tha, qelim fonde. Pra, këtu ka një strategji të punëve publike, në bashki dhe në qeveri që shkojnë drejt vjedhjes, jo drejt përmirësimit të infrastrukturës. Tjetër vështirësi është menaxhimi i presioneve dhe i kërcënimeve të ndryshme që vinin në drejtim të prokurorisë, por edhe të prokurorëve të posaçëm, nga politika, nga media, por sidomos nga krimi organizuar. Megjithatë, prokurorët e SPAK janë me përvojë dhe janë të përgatitur për të përballuar këto presione. Kishte çfarë deklaroi Dumani. Dhe thot kërcënime nga politika, prendçi thot nga media dhe sidomos nga krimi i organizuar. Ku ndryshojnë nga njëra tjetra këto kërcënime në raport me SPAK-un dhe sa i rrezikuar është SPAK-u? Dhe kush e rrezikon më shumë SPAK-un nga këto kërcënime? Shiko, Andi, e kemi trajtuar disa herë dhe unë kam thënë që politika është në hall, SPAK-u, GKK-ja dhe gjithë prokurorit e jurisdiksionit përgjithshëm dhe gjykatat e rretheve gjyqësore janë në punë. Asnjë nga ata që janë në punë nuk rrezikohen. Politika rrezikohet. Prokurorët nuk rrezikohen, gjykatësit nuk rrezikohen, vetëm ata që dalin nga atë që i kanë betuar në kushtetutë. Të gjithë ata që janë në politikë, në pushtet, që shkelin rregullat, ligjet, unë bëj pjesë tek ata njerëz që kanë punuar edhe në qeverinë e para 90-s dhe deri në ditët e sotme me qeveri të majtë dhe me qeveri të djathtë dhe nuk rrezikohen. Nuk e kthej kokën pas as për SPAK-un, as për prokurorinë e jurisdiksionit përgjithshëm. Politika mendon që e kërcënon SPAK-un. Ka pranuar dhe Dumani. Po, që mund të bëjnë kompromise edhe për ta shkrirë komplet SPAK-un, po duhet ndryshoj kushtetuta për ta shkrirë SPAK-un. Ndore kanë e bëjnë? Nuk e bëjnë dot. Pse, kush e bën go? Sepse në vitin 2016 nuk shkoi politika në parlament për ta votuar reformën në drejtësi. I dërgoi rruga e Elbasanit 140 deputet kokër më kokër. Ashtu si që qoj rruga e Prishtinës të gjithë 100 deputetet e Parlamentit Kosovës për të bërë gjykatën speciale. Në vendet që janë në tranzicion për të kaluar nga monizmi në demokraci, se ne akoma se kemi fituar demokracinë,
se po ta kishin fituar demokracinë në mënyrë kategorike, Belinda Balluku nuk do shkonte të futej në zyrë. Do jepte dorëheqje që kur është ngrit akuza për ta. Pra du t'i dallojmë këto dy standarde. Pra që ma thua e thjesht, kush e mposht kë? Qeveria mund ta mposht SPAK-u një ditë, kuvendi mund ta mposht SPAK-u një ditë, apo SPAK-u mund ta shkrik këtë kuvend? SPAK-u e ka shtrirë barkas qeverinë Rama 1, Rama 2, Rama 3, Rama 4, sepse janë 17 kryetarë bashkisht të dënuar. 13 të tjerë janë në nënhetim, madje janë marrë në akuzë 4 prej tyre, po të dush të t'i thamë dhe me emra. Janë 2 zëvendës kryeministra në nënhetim, të marrë të pandehur. Janë 4 ministra në burg dhe janë 5-6 në nënhetim. Është Rama i dyshuari kryesor që ha dardha ose jep urdhër që të hanë gjithë dardha ati që ndë Ramës. Të paktën. Se kur i vjen ora, i vjen. Prandaj dhe thash, do ishte fat i madh që gjyqi i Belinda Balluku dhe i grupit që kryeson Belinda Balluku të bëhet publik me gjithë dëshmitë dhe provat që janë në ngarkim të tyre, të marrin vesh shqiptarët që se çaj është bërë ekonomisë shqiptare. Pra SPAK-ut sot për sot dhe gjykatës nuk mund, se tha drejt Karanja, e tha shumë drejt, ne tha përmendim vetëm SPAK-u, sepse duke u përdorur një shprehje se me thënë GKK-oja shkon shumë gjatë. Po, themi SPAK. SPAK. Ne kemi bërë një. Faktikisht, SPAK-u kërkon vendimin e merr gjykata. Dhe nuk kemi t'i bëjmë, themi që filan prokuror ka presion. Jo. Prokurorët s'kan se si t'kem presion, se kanë mbështetjen e Amerikës. Po t'ishte puna për Ukrainën, do e kishte ngrënë të gjallë Rusia. Po ngrit NATO, Amerika dhe e mbrojtën, dhe i dhanë armatime, i dhanë teknika, më tha tash. Dhe SPAK-u dhe GKK-oja, po t'ishte për këta, e kishin shkel me kam për 24 orë. E kanë votuar, nuk mundën ta gjbëjnë. Ajo do gjbëhet, se është strukturë e posaçme, dhe kur është e posaçme është dhe e përkohshme, por do bëhet kur ta duan ustallarët, ata që e kanë iniciuar. Se nganjëherë është, pra vën thua që SBA ju thotë që nuk e shkrini dot SPAK-un? Nuk e shkrin. Ose nuk i lejon ta shkrin. Okej. Faleminderit. Pra nuk i lejon ta shkrin sepse rëndom nganjëherë del ajo fjala që kur mundosh ti bësh gropën të tjetrit, bjen vetë brenda. Dhe këta të politikës kanë ra vetë brenda. Sepse të gjithë krahët e politikës kanë vjedhur, të gjithë krahët e politikës kanë ra në burg dhe do binë në burg, dhe luma i që është përlyrë pak. Kush është përlyrë shumë nuk e la as lavazhi. Faleminderit Prençi, do rikthejmë sërish, do flasim dhe shkurtimisht dhe ujtëzet dhe solucion. Për BK-n, ma ndoshta politika i ka këto kosto, kush është i përfshirë. Karanja, kërcënimet, ju keni qenë prokuror shumë vite. E njeni mirë tani, kërcënimet e politikës, të medias, të grupeve strukturare kriminale, kundërshton nga njëra tjetra, sa të rrezikshme janë për prokurorët, pavarësisht asaj që thot Dumani që jemi stërvitur, jemi të bërë, ruhen. Tani, fati që e thot drejtuesi SPAK-ut, që ka kërcënime, duhet marrë seriozisht. Sepse është prokuror me, jo për shkak dhe të pozicionit, por ai ka informacionin, ka dhënën dhe nuk shpif, kuptimin nuk gënjen. Kemi kërcënime nga ana krimit të organizuar, sepse mos harrojmë, janë shumë banda dhe shumë që janë ngritur dhe akuza për vepra penale të tënda, të cilët janë proceduar penalisht dhe sot janë burg me firmën e Dumanit dhe antarëve të tjerë SPAK-ut, sepse SPAK-u nuk është vetëm Dumani, por ka edhe shumë prokurorë të tjerë. Një pjesë e tyre ne jemi ndjeni që Dumani ka qenë pjesë e grupeve hetimore, pra në mbështetjet prokurorëve dhe titullari i prokurisë ka marrë pjesë në çështjet kryesore që janë çështjet të rënda. Për sa i përket çështje me një vlerë, me sensibilitet për publikun dhe çështje me pasoja të rënda. Kemi edhe nga politika. Retorika politike për Iris Vërtetës ka qenë shumë e fortë në raste të caktuara ndaj Dumanit. Dumani ka vazhdu punën e tij, nuk e di nëse ka bërë kauzim penal, se varet edhe nga lloji kërcënimi, sepse ka kërcënime për shembull.
Unë një rast që kam gjumë për prokurorët e SPAK-ut, nuk është Dumani që prokuror tjetër, i kishin bërë foto familjares, fëmijëve të atij prokuror dhe ishte nisur foto jashtë shtetit. Ishte qenë jashtë, ky ishte u detyrua të sillte fëmijët në një vajzë e soi në Shqipëri, nuk po e përmend emrin se duhet ta bëj publik vetë. Pra kërcënime ka. Në këto raste tregon që duhet marrë masa për rritjen e sigurisë së prokurorëve të SPAK-ut. Por jo vetëm prokurorëve, por edhe agjentët BK-s ose oficerëve të BK-s, të cilët operojnë për vepra penale të rënda që kanë i pesh në kurriz, duhet marrë masa për mbrojtje dhe duhet marrë seriozisht. Domethënë, kërcënime ka pasur të këtë. Tash lidhe me punën tonë dhe ne kemi pas kërcënime, sepse e tillë është tash si të kërkosh masa dënimit të rënda. Kemi kërku masa të përjetshëm, 30 vjet, 35 vjet. Nuk janë pak. Sepse janë masa të cilët cëdojnë në jetën e personit, cëdojnë interesat caktuara. Sepse ke personat, po thon, ndodhi vepër penale, thotë mos përmend emrin. Pra ka frikë me i përmend dhe emrin. Po ti caktosh burg pa afat të kërkosh 10 vjet, 15 vjet. Normal që do kesh reagime. Por një diçka që unë gjithmonë në çdo studi e them, Andri. Duhet kemi parasysh diçka, nëse ke zbatuar ligjin dhe je në rregull me ligjin dhe ke çuar një autor që e meriton, pra nuk e ke toleruar, ti mendon që ka shkelje dhe nuk e ke personale, sepse puna nuk është personale. Dhe mendoj edhe në rastin Balluku, prokurori nuk ka gjë personale, prokurori Premçi nuk ka gjë personale, absolutisht me Balluku, mendon me provat që ka në dispozicion dhe duke respektuar ligjin, sepse fakti prokurori çekohet në gjykatë. Në rast se do kishe shkelit ligjin, gjykata do të argëzonte kërkesën që do t'i thoshë, shiko, për këtë mas është ligji elektoral ose antari i Këshillit Ministrave ka ligjin elektoral, nuk ashtu. Kështu që mendoj që kjo masë është zbatuar, është e bazuar ligj. Dhunë psikologjike ka ose presion, por antarët e SPAK-ut ka një detyrë të shumë të rëndë mbi shpinë dhe gjithë populli ka kthyer syt nga ata, sepse siç kemi thënë dhe herë tjetër, reforma drejtësi vetëm te SPAK-u sot, se pikat e tjera ka dështuar. Këtu ndoshta do duhet vetëm kur shikojmë ndoshta stokun mbi 150.000 dosje do duhet ta pranojmë. Këtu ka dështuar dhe këtu duhet ndërhyrë te ato 150.000 dosje. Kurse për këto luftimin e korrupsionit, faktën është diçka që ka vjedhur janë shpërdoruar më saktë termi më i saktë, ose edhe vjedhur vende ku ka raste, këtu duhet të procedohet dhe ata prokuror firmosin jo vetëm për veten e vet, po firmosin edhe për gjithë popullin. Pra ke njerëz të varfër, ke rrugët e Shqipërisë gropa. Me 25 milionë, 30 me 50 milionë euro me shifra të tilla, mund të investohet edhe në për qytete të cilat po zbrazën. Ka nevojë për investime. Pra, domethënë paksimi i parave të buxhetit të shtetit dhe vjedhja dhe shpërdorimi e tyre është detyrë e këtyre prokurorëve që, siç e kam theksuar edhe në studion tuaj, janë më të rrezikshëm se paratë e drogës. Paratë e drogës kanë rrezikshmëri shoqërore. Por parat e buxhetit të shtetit, të cilët edhe një shitës i vogël që me zor e bën shitjen i pagu faturën shtetit dhe ti shkon vjedh parat, kjo është dhe parat hikin, ajo më keq është të dalin nga ekonomia, nuk injektohen në ekonomi. Shkojnë parasa fiskale. Kjo një lajm tjetër është Komisioni për zgjedhjes se për pozicionin e drejtorit të Byros Kombëtare të Hetimit, pra të BK-s, FBI-a shqiptare e quajtur ndryshe, në mbledhjen e tij të datës 26 nëntor 2025 në praninë të përfaqësuesve të ICTEP dhe Bashkimit Evropian vendosi të rekomandojë Këshillit të Lartë të Prokurorisë premërim në pozicionin e drejtorit të Byros Kombëtare të Hetimit, zotin Joni Keta, për një mandat 5 vjeçar. Besoj që KLP-ja të admiratimit e ka çështjen Premçi ngarkohet zoti Keta me përgjegjësi më të mëdha, duke qenë se pritet të ndrohet dhe shefi i SPAK, do shtohet puna, kanë punë më të vështirë me emrat që kanë mbetur. Joni Keta është një punonjës në BK-n, ka qenë zëvendës drejtori i BK-s për 5 vite. Çka do të thotë që ka krijuar një eksperiencë, sepse për hir të vërtetës duhet pranojmë edhe SPAK-u edhe BK-ja janë struktura të reja, që në një kohë relativisht të shkurtër kanë bërë një punë kolosale në raport me goditjen e krimit me kollare. Dhe duhet pranuar. Sado që të vërtitemi ne dhe të themi reforma në drejtësi ka pas problemet e veta,
edhe kompletimi i strukturës organike të SPAK-ut dhe BKH-s ka ardhur duku kompletuar dhe ende nuk është i kompletuar. Do të bim dakord për këtë. Me trajnimin pas trajnimeve, Joniketa sot aktualisht do jetë në pozitat më komode, jam i bindur që KLP-ja do ta votoj dhe do ta miratoj, sepse fakti që është zgjedhur Joniketa nga 3 kryesuesit e renditjes së 5 kandidaturave, 7 kandidaturave që ishin, do thotë që patjetër që do ta miratoj. Joniketa me eksperiencën që ka, por edhe me kompletimin më mirë organik të BKH-s në raport me ku startoi BKH-ja, kërë vitit 2018-2019. Biles BKH ka filluar pak më vonë, është kompletuar shumë vonë me disa oficera që u përzgjedhen në punën. Pra duhet përgëzuar për punën që kanë bërë në ndihmë të organit të SPAK-ut dhe strukturës posaçme. Pra unë them që Joniketa ka një sfidë tani me pozicionin e punës. Duhet ta qoj një hap, 2 hapa, 5 hapa për para. Se dum ne, Altin Dumani në këto 3 vite, emrin e tij në raport me qëndrimet që ka marrë në raport me politikën dhe botën e krimit e ka gdhendur, siç themi ne rëndom, e ka gdhendur emrin në derë të Stambollit, një shprehje, e ka gdhendur në gur. Nuk e ka shkruar në rër që t'ja prishi dallga e radhës. Altin Dumani e ka gdhendur në gur emrin e tij si drejtues i SPAK-ut. Të lutem regjia, kam një foto që kam përgatitur pikërisht për këtë moment që koincidencë tani kjo, se unë madje edhe do kisha harruar ta vendosja. Ka një foto Altin Dumani, është në një konferencë regjia, të lutem nëse mund ta gjesh, se me qenë se për përmendje gdhendjen e emrit, është një foto shumë interesante që tregon një moment ku se si përfaqësohen të gjithë shtetet e tjera. Unë do duhet të shohem që t'ja tregoj. Belgjum kam shtypën është Belgjika, Austria, Argentina, Altin Dumani. Po. Tani çfarë tregon kjo? Të gjithë shtetet përfaqësohen me emrin e shtetit, Shqipëria shkon me emrin e Altin Dumanit. Kjo do më thënë, duket e pa precedent, ë? Pra pas kem pas të drejtë kur thash koincidencë, Altin Dumani e ka gdhendur emrin e tij si drejtuesi i strukturës posaçme, e ka gdhendur në gur dhe jam i bindur që do të qëndroj gjatë në memorien e shqiptarëve të ndershëm, se pati një prokuror që përtej presionit dhe kërcënimeve të politikës, qoftë ata të opozitës, qoftë ata të pozitës, përtej kërcënimeve që ju kanë bërë Altin Dumanit dhe varësve të Altin Dumanit, ose homologëve të Altin Dumanit në SPAK, që u ka bërë bota e krimit organizuar dhe trafikut të ndërkombëtar të drogës, ato kanë qëndruar, kanë shkuar duke e rritur qoftë për performancën, qoftë fuqinë goditse të grupeve të strukturuar kriminal, dhe pati disa njerëz që ishin skeptik që si do e mbylli Altin Dumani karrierën si drejtues i SPAK, dhe fakti që u mbyll duke marrë pandehur një zëvendës kryeministre të zhitur në batakun e korrupsionit dhe të abuzimit me fondet publike, që do të provohet besoj dhe në gjykat, dhe uroj që jo për të kënaqësinë, për të pa një zyrtare aq më tepër femër në burg, por për të parë punën e një organi drejtësie serioz në raport me mbrojtjen e parave publike. Dhe unë kam edhe i fjali që do t'i trajtojmë. Duke referuar fotografisë që ju patët pak përpara 4 kandidaturët e SPAK-ut. Uroj që njëra nga të 4 kandidaturat të kontriboj për drejtësinë. Është edhe Elvin Goka kam përshtypjen, që ngoni foto. Është Elvin Goka. Të kontriboj që të harrohet emri Altin Dumanit. Nëse njëra nga kandidaturat që do të përzgjidhet do të bëjë të harrohet emri Altin Dumanit, shqiptarët me të vërtetë janë me fat. Nëse do të qëndroj gjatë emri Altin Dumanit, është fatkeqësi dhe atëherë bie dakord që SPAK-u shkon drejt shkrirjes. Faleminderit Prençi. Ma përmbyll shkurtimisht roli BKH-s, duke parë që kemi në datën 11 dhjetor do propozohet se kush do jetë shefi i SPAK, ndërkohë që është propozuar Joniketa për të drejtuar për 5 vite BKH-n. Lidhem me Joniketën.
nga kontakte, se ne kemi qenë të prokuroria e Tiranës, por kemi pas her mas here kontakte me oficerët e policisë gjyqësore. Joni Keta është një oficer me eksperiencë, është qenë nga krimet e rënda. Pra e njeh mirë. E njeh ka mirë. Sepse neve na ndodh shpesh që merret nga jashtë. Po edhe nga jashtë, domethënë, oficer ka ushtruar funksionin e ndjekjes penale, sepse oficeri ka për detyrë të ushtrojë ndjekjen penale dhe zbaton urdhrat e prokurorit. Dhe në bazë të urdhrit të delegimit, prokurori i delegon dosjen oficerit dhe ai bë veprimet hetimore. Ka qenë korrekt, njëri që s'ka krijuar probleme dhe njeh krimet e rënda që herët dhe tani ka kaluar me spaku. Dhe komunikimet që kemi pas, sepse një drejtues duhet të ketë komunikim me personat. Ka komunikim, ditë punojnë në grup dhe me subjektet e procedimit penal është korrekt. Pra edhe qenia pjesë me stafin e krimeve të rënda është diçka e mirë. Njeh dhe ligjin procedurial, pra domethënë mendojmë që Joni do eci para, dhe nuk do jetë ato konfliktet e pashme që kanë ndodhur me prokurorët, do e çoj para punën e BK-s dhe nuk do krijoj probleme me prokurorët. Sepse edhe krijimi problemeve ngërçe me prokurorët, Joni do jetë njëri me integritet dhe gjithë oficerët, për mendimin e çështjes do bëjnë relacionin para prokurorit, se kjo është detyra e oficerit policisë. Bën hetimet e plota dhe gjithanshme, dhe në përfundim të hetimit bën relacionin, do bëjë relacionet dhe prokurori mund të vendosë. Kundër relacionit po për një oficer i mirë që ka eksperiencë, administratori mirë, se Joni do jetë edhe administrator, sepse i di vetë problemet që ka, që nga problemet më të vogla të teknikës, logjistikës, nga karrieret, nga organikat dhe plotësimin e punëve të prokurorit. Lidhe me prokurorët e SPAK, jam dakord me ato që thotë Shëmsiu, është e vërtet, Dumani, duke u nisur dhe me prova, se ne flasim gjithmonë me prova. Duhet kemi parasysh që për vitin 2024, Dumani paraqiti dhe, sepse nuk u mor askush me këtë pjesë, u mor shumë pak, paraqiti një raport para Kuvendit, ku rezultoi që i kishte shumë zyrtar të lartë që janë çuar për gjykim, janë në hetim për vitin 2024. Konstatojmë që dhe për vitin 2025 konstatohet një diçka pozitive. Ç'u kuptojmë pozitive? Kuptojmë që ja dhe rasti marrjes së panderur Belinda Ballugu dhe kryerja e veprimeve proceduriale sipas ligjit me guxim tregon një vendosmëri. Por duhet mos lënë mas dora dhe prokurorët e çështjes. Prokurori i ri besoj që do zgjidhet drejtues, i uroj sukses dhe mendoj që do vazhdoj këtë rrugë. Pra nuk do kemi tërheqje mbrapa. Pra siç i thonë tek makina do kemi drive që ecën para dhe jo R që ecën ndjetër. Do eci para. Do shta ndonjëherë në herë pas here apo herë mas here kur është rrugë e keqe do hapet krah, do ecet mbrapsht. Faleminderit Karanja. Ne ndalim në një tjetër çështje, do flasim tipikisht për krimin. Tashmë duket se SPAK ka përmbyllur një hetim të rëndësishëm për sa i përket vrasjes së Fatbardh Licit në vitin 2018 dhe ka dërguar për gjykim 3 pandehur Bear Brajovic, Safet Rustemi, Safet Bajri dhe Asmer Bilali. Të tre akuzohen për të njëjtat vepra penale dhe unë po i lexoj. Vrasje me paramendim, kryer prakmarrje në dëm të viktimës Fatbardh Lici, kryer në formë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, grupi i strukturuar kriminal, mbajtje pa leje të armëve luftarake, kryer në formë të veçantë të bashkëpunimit, ato të grupit të strukturuar kriminal, grupi i strukturuar kriminal në formën e drejtimit dhe kryerja e veprimeve penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal. Dhe janë nisër nenësh të përcaktuara. Dhe çfarë thot SPAK? Pas vrasjes së shtetasve Boran Bërçana dhe bashkëshortes së tij Silvin Doci, të njohur të pandehurve në korrik të vitit 2018 në Shkodër, i pandehuri Bear Brajovic, Bear Bajri, ka atribuar këtë vrasje shtetasit Ibrahim Lici, nipit të shtetasit Fatbardh Lici. Në dinamik të këtyre ngjarjeve të ndodhura, i pandehuri Bear Brajovic në bashkëpunim të veçantë me të pandehurit Safet Rustemi, pra Safet Bajri dhe Asmer Bilali, kanë organizuar dhe vrarë në datën 10 gusht 2018 në Shkodër shtetasin Fatbardh Lici, xhaxhain e Ibrahim Licit. Ekzekutori drejt për drejt ka qenë i pandehuri Asmer Bilali. Të pandehuri Safet Rustemi dhe Asmer Bilali kanë përdorur një mjet të vjedhur të markës Benz, gjyrgrime targa AA 760 FX, i cili rezulton i vjedhur. Ata janë afruar tek vendi ku ndodhej lokali me qira i shtetasit Sokolici, ku çdo ditë pothuajse në të njëjtën orë shkonte dhe pinte kafe në vllai i tij Fatbardh Lici, xhaxhai Ibrahimit. Viktima ka qenë i ulur jashtë lokalit dhe pasi automjeti është afruar pranë tij nga dera e pasagjerit ka zbritur i pandehuri Asmer Bilali, i cili ka qelluar me armë zjarri në drejtim të tij, duke e lënë ata të vdekur. Më pas mjeti është larguar në drejtim të zonës së Dobraçit, ka hyrë në njërin nga kthesat ku ndodhej banesa e pandehurit Safet Rustemi dhe më pas është kthyer duke u larguar.
Mjeti është djegur po në zonën e Dobraçit. Pasi personat kanë kryer vrasjen, i pandehuri stafetrus themi ka qëndruar në Shkodër, ndërsa Asmer Bilali është larguar menjëherë drejt Tiranës së bashku me të pandehurun Eria Ago, e cila rezulton të ketë përkrahur autorët e krimit pas kryerjes së vrasjes. Ndërkohë për Eria Agon është ngritur pra përkraja e autorit të krimit si vepër penale, si akuzë. Prençi, mbyllet historia e Bajrave këtu. Kemi një zbardhje të kësaj ngjarje, janë provat e forta. Tek foto që paraqitni ju në ekran është një personazh me kapele republike, quhet Tat Lici. Po. Mustafa Lici. Shumë pak ditë mas ngjarjes është prononcuar në një nga televizionet shqiptare. Pas vrasjes së vllajt. Po, edhe ka treguar mekanizmin si tek çfarë. Sot pas disa vitesh, 4 apo 5 vite, prokuroria arrin në konkluzionin që ngjarja ka ndodhur kështu. Me prova. Dëshmia është një ndër. Unë kam punuar në Shkodër, si oficer policie, ose më mirë të them që nga akademia, me grason e akademisë kam vajtur në Shkodër oficer policie dhe e jam rikthyer disa herë e kam punuar. Shkodra ka një të veçantë. Që është? Populli e merr vesh brenda 24 orëve ngjarjen, sado e stërholluar të jetë dhe e kamufluar. Organi i drejtësisë për shkak se ka barrën e provës për ta provuar para gjykatës, i duhen disa vite për ta provuar. Ama populli e di në Shkodër. Okej. Nuk janë si këto ngjarjet që ndodhin të vrasësve me pagesë. Dhe unë kam thënë në studion tuaj dhe në shumë studio që Shkodra nuk merr vrasës me qira. Nuk merr vrasës me pagesë, nuk merr vrasës me qira. Ata e dinë se kë kanë hasëm dhe i ditë të bukur. Dhe ndaj dhe përputhet akuza, relacioni akuzës që ka shoqëruar materialet për në gjykat, me atë që ka njerëzit e familjes, se fatbarat Lizit kanë dëshmuar para 4 ose 5 vitesh përpara. Çka do të thotë që është e vërtet. Por, a kanë probleme? Këto difise kanë pas përplasje. Nga kanë ardhur përplasjet për shkak të njerëzve të smur apo të shëndosh, sepse duke ju referuar të lexoj edhe çfarë thot Spaku zyrtarisht. Nuk e dua, po duke ju referuar kanë ekzistuar konflikte të hershme mes dy familjeve të lidhura kryesisht me kontrollin e territorit të qytetit të Shkodrës, të shoqëruar me gjëra kriminale. Po këtë ta tregon fakti. Spaku e ka bërë edhe si lajm, këtë na ishte bërë gati sot. Po sepse dihi ajo nuk ka nevojë ta bëj Spaku, kjo dihet në Shkodër se këto familje kanë problemet e tyre. Edhe pse kanë shkuar deri në vrasje, se këto kanë pas lidhje familjet. Pse kanë shkuar? Pikërisht nga ky konflikti i kontrollit të territorit, i interesat, shkelja e interesave, përplasja e interesave të kontrollit të territorit, sepse familjet kanë pas lidhje. Dhe unë nuk thash, jo më kot thash që unë kam punuar në Shkodër. Dhe unë nuk mbaj krahun e njërës apo tjetrës, po tregoj që në Shkodër thash e din se kush e ka bërë ngjarjen kriminale, brenda 24 orëve. Drejtësisë, organit të akuzës i duhen vite për ta provuar para gjykatës për faktin që ka barrën e provës për ta provuar shkencërisht që ai është autori. Dhe kjo është një fatkeqësi shumë e madhe. Unë shpreh keqardhjen që këto dy familje janë futur në këtë rrugë pa krye, edhe për qëllime që nuk e motivojnë krimin të shkojë deri në këtë nivel, sepse ndaj shoqëria shqiptare ka nevojë për struktura ligjzbatuese që t'i paraprin kriminalitetit për ta parandaluar dhe minimizuar. E qartë. Faleminderit Prençi. Karanja, se ndoshta Prençi shpjegoi edhe pak dhe origjinën, por do doja të shpjegoja, a është ky fundi i një grupi kriminal, siç thot Spak, me ngritjen e këtyre akuzave, vrasje me paramendim kryer prakmarrje, grupi strukturuar kriminal, pra sa dënohen këta 3 personazh? Pra, sjell fundin e një grupi kriminal duke u përballur me drejtsinë dhe atë duket sikur është një hetim i plot
që s'pak duke bërë dhe këtë narrativin që shkoj, hyri, doli, qëlloj, vrasi është filani, mendoj se ka qepur? Nuk është se kam parë njoftimin e përfundimit tim për të parë provat e plota, por mendoj që, domethënë, për çdo të pandehur, Spaku ka paraqitur provat që mendon sepse akuzën nga prokurori dhe prokurori mendon që provon akuzën me këto provat. Në jetë gjykata që do t'i çmojnë se provohen gjithë nga këto ngjarje, se është ngjarje e vjetër, po të kemi parasysh, është ngjarje 2018-s, jemi tash. Është 7 vjetësh, 8 vjetësh, 7 vjetësh. 8 vjetësh është një ngjarje e vjetër. Nuk i kam pa provat, por tash duhet të kemi parasysh dhe parimin e prezumimit. Kemi përsëritje ngjarjesh tjera. Me fjalë, përplasja me disëtyreve dhe ka ngjarje të freskëta. Po, dhe është domethënë është çështje dhe mund të ketë çështje tjera ndjekje, kështu që nuk mund të themi diçka, por duke pas parasysh parimin e prezumimit pavarësisht, duke qenë se kemi të bëjmë me vepra penale të rënda. Pra që parashikojnë dënim shumë të rënd, sidomos 72 është. Parashikon të dënim shumë të rënd ajo akuzë. Me burgim përjetshëm. Po. Është gjykata ajo që do vendosi, domethënë se qëndrojnë këto akuza, qëndrojnë ase për një person. Konstatoj që edhe për një person, për një femër që është çmuar që jemi, domethënë që për vepër penale për krahje të autorit të krimit, pra një vepër më të butë, sepse ka qenë person i cili nuk ka pasur lidhje. Për të ngjarje është. Po, mendoj që kanë vepruar drejt, që nuk e kanë futur në kuadrin e grupit. Do më shpjegoj edhe diçka Karanja këtu? Të ndërpreva? Jo, s'prish punë. Të ndjes nëse mbaroje. Fondi pra do presim, është parimi i prezumimit pavarësisë. Tani, SPAK e ka nisur këtë, do mbi bazën e akteve hetimore dërguar për moskompetencë nga prokuroria e gjykatës së shkallës së parë për krime të rënda, që ka regjistruar procedimin penal numër 112 të vitit 2019 në lidhje me veprat penale, vrasje me paramendime kryer në bashkëpunim, rrëmbimi ose mbajtja penge e personit e kryer në bashkëpunim. Edhe mbajtja pa leje armëve dhe grupi strukturuar kriminal. Tani rrëmbimi ose mbajtja penge nuk më del këtu mua. Si duket? Tani çfarë ka ndodhur? Tani kur vepra penale regjistrohet, mund të jetë një ngjarje tjetër që mund të bërë ndarje të çështje. Sepse të kemi parasysh fakti penal, për shembull, një person me veprimet ose mosveprimet e tij mund të bëjë disa vepra penale. Për shkak të rastin konkret për vrasje, është çmuar nga prokurori se janë para grupit strukturuar kriminal, do jetë gjykata që do vendosë qëndron apo jo. E para, e dyta. Në lidhje me këtë mund të ketë pas një episod tjetër që është ndarë çështja, sepse për çdo rast që kryhet vepër penale mund të jetë një rast i pashëm që nuk është provuar, është ndarë çështja, sepse po diskutojmë gjithmonë për prova. Edhe rrëmbimi i një personi, zhdukja. Për shembull kemi ka lidhje me këtë ngjarje kjo, mund tipikisht me këtë ngjarje i bie këtë lidhje? Mos analizo domethënë kontekstin ligjor të gjës. Konteksti ligjor më rezulton nga fabula, se fabula ngjarje siç e raporton edhe Spaku, ai viktima është bërë atentat lokal dhe domethënë nuk kemi para ngjarjes që viktima është rrëmbyer dhe është torturuar e vrarë apo tjera më radhë. Ne duke qenë se është bërë kyçe vendi ngjarjes, tregojmë që kjo ose mund të jetë lapsus, më para se mund ndodhë që ngelet aty nga një vepër tjetër, ose e dyta është bërë, mund dyshohet për një vepër tjetër dhe është bërë ndarje çështjes, është ngjarje, janë disa ngjarje, është bërë ngjarje sepse jo të gjitha ngjarjet provohen. Është ngritur akuzë për ato vepra për cilët prokurori mendon se provohen. Okej. Dhe cilët do konstatohen nga gjykata. Pra do të kemi qartë. Në rastin konkret bëhet vetëm për rastin e vrasjes së shtetit Fatbar Lici me atë mekanizëm që e ka shpjeguar prokurori. Do jetë gjykata që do ngrihen ato pretendime, do jetë avokati, paraqiten provat, provohet çdo episod apo provohet vetëm vrasja. Do të thonë se është një proces kompleks, do provohet roli i çdo personi, prania e tij në vend ngjarje, domethënë janë shumë gjëra që do provohen para gjykatës. Kjo domethënë nuk zgjidhen me gjykimin shkurtues, me ndryshimet e fundit të kodit procedurës penale, për veprat penale që parashikojnë dënim me burgim përjetshëm nuk ka më gjykim shkurtuar. Se më përpara kur kërkoheshe ka qenë 72-shin bie kjo. Bie sepse është dispozita, akuza e ngritur është vepër penale që parashikon vepër penale burgim. Kështu që do jetë çështje e hapur për marrjen e provave dhe do provohet para gjykatës për fajësia e çdo personi, lidhja e tij me veprën penale, pse jemi para një grupi kriminal në formën e bashkëpunimit. Jemi para një forme të bashkëpunimit të veçantë. To janë ato fate që do provohen para gjykatës. Okej. Në oroshin e braktisur të Pugus, aty ku dikur Tymi Oxhakut ishte shenjë jetë e fshati, këtë era ju bë sinjal alarmi për strukturat e sigurisë. Dy radikal të njohur për policin, Hamza, alias Erzenuka dhe Julian Çumraku, kishin braktisur kur binin dhe ishin ngujuar në një shtëpi të vetmuar në këtë zonë malore. Banorët ishin larguar prej kohësh, ndërsa dyshja kishte dalë nga mbikëqyrja e antiterrorit.
duke u zhdukur për disa orë nga radarët e shtetit. Pikërisht gjatë përgjimit telefonik, oficerët antiterrorit rikapën sinjalin e tyre dhe ngritën menjëherë një plan verifikimi në terren. Patrulla e parë e Pukus u drejtua për të identifikuar, por skena që gjetën ishte çdo gjë tjetër përveç se një kontroll rutin. Julian Çumraku po çante dru në obor dhe sapo pa policin, vrapoi brenda, duke të paralajmëruar Erzenukun. Në pak sekonda, dyshja u mbyll brenda duke kërcënuar se do të hapni zjarr ndaj çdo efektivi që afrohej. Nga ai moment nisën orët më të tensionuara të operacionit, ndërsa Renea dhe antiterrori po ngushtonin rrethin. Uka dhe Çumraku blinduan çdo dritare me dërrasa batanie dhe madje edhe një kapak plastik të televizorëve të vjetër lura. Çdo tentativë komunikimi u prit me breshëri Kalashnikovi, duke bërë të pamundur dialogun. Negociatorët e specialëve u detyruan të përdorin familjarët, ndaj Çumraku dhe vëllai i Ukës u sollën me urgjencë në Orosh, edhe ata u përballën me refuzim. Vëllai i Ukës deklaroi se nuk mund ta binte të dorëzojë, madje kishte frikë se mos e qillonte edhe vet atë. Sipas rrëfimit të tij, Hamza Uka i kishte thënë, do të luftojmë deri në fund. Por pas më shumë se 12 orësh rrethim, tentativa e tretë e negocimit solli çarjen e situatës. Familja e Ukës i kujtoi se kishte një djalë dhe një familje që po e priste jashtë. Këtë herë fjalët kishin pesh. Dy radikalët hapën derën e shtëpisë, dolën të paramatosur dhe u dorëzuan pa kushte. Brenda banesës Renea zbuloi një arsenal të plot, 4 armë automatike, një pistolet mini blow, 17 granata dore, municion luftarak, detonator elektrik dhe një flamur të ISIS. Për hetuesit, kjo nuk ishte thjesht një rezistencë e armatosur, por një vatër e qartë radikalizimi aktiv. Doset e tyre flasin shumë. Hamza Uka ish komando që ka shërbyer në Irak dhe Afganistan, survejoi që prej vitit 2007. Në 2019 u arrestua për nxitje të veprave terroriste, publikoi video ekstremiste dhe madje stërviste fëmijë me synimi për t'i dërguar drejtësisë. Kishte kërcënuar gjyqtar dhe prokuror, përfshir Bib Mdrecën dhe Ugen Beqin, një personazh me rrezikshmëri të lartë i dënuar në 2020 me 3 vite burg. Ndërsa Julian Çumraku kishte një histori konvertimi fetar që ngriti pikpyetje tek strukturat e sigurisë. Nga besimi katolik ai u shndërrua në frekuentues të një xhamie në kryezi, objekt pa imam të prershëm, por me lëvizje të dyshimta. Dyshja nuk ishte lidhje familjare, por pista e radikalizimit i bashkonte. Edhe pas dorëzimit një mister mbeti pezull, plagosja Hamza Ukës. Renea deklaron se nuk ka qelluar asnjëherë drejt shtëpisë. Mbetet pa përgjigje pyetja se si është plagosur nga goditja e rikoshetëve, vetë qëllim apo një konflikt i brendshëm mes dy radikalëve. Mirë, pra ky është inserti për sa i përket dy terroristëve tashmë të cilësuar të tillë, pasi atje u gjetën armë, u gjetën flamuj të cilët le të themi shfaqnin simbole të ISIS-it. Karanxha, kemi pasur raste vitën përpara sa rrezikohet Shqipëria, rast i izoluar ky që shohim me dy terroristët ose dy le të themi radikal të kësaj natyre? Mendoj që kemi të bëjmë me një rast të izoluar. Duhet kemi parasysh ai flamur nuk është i ISIS-it, po është i një dege të ISIS-it. Pra, domethënë është një dege e ISIS-it, nuk është flamuri i ISIS-it. Tani, pse është rasti i izoluar? E para, personat ishin në një zonë ku nuk kishte valë. E dyta, nëse do ishin pjesë e një grupi, do kishin mekanizma komunikimi. Ajo nuk kishte valë as telefoni, sepse nuk ka antenë. Kompanitë celulare nuk kanë interes të çojnë antenë aty sepse nuk ka banor. Ata ishin të vetë izoluar. Nga deklarimet që kemi parë në media, njëri ka qenë në komando, i cili ka pasur shok pas ardhes nga Iraku, sepse ka qenë komando, jo komando i nivelit lart, po ka qenë atë, ka ardhur me probleme, me komunikime, ka pasur një eksperiencë. Strukturë mbështetëse, po. Ka qenë strukturë mbështetëse, po dhe struktura mbështetëse, kur jenë luftat edhe gjohet zhurmë, sepse edhe shpërthimet edhe aktet që ndodhen, edhe janë akte lufte, domethënë i ka krijuar atë shokun e vet. Tani, armët që janë gjetur, si është shkuar aty? Se është bërë shumë spekulime. Ka pasur një dënim njërit prej tyre për rekrutime të personave për me shku në luftë, siç është një në kodin penal, ka bërë dënimin. Ky është kontingjent policie. Po në rastin konkret duke qenë kontingjent policie dhe policia e ke në mbikëqyrje që ky person duhet kthyer duhet të mbikëqyret sepse ka probleme. Në rastin konkret ka qenë një kontroll rutin i komisariatit Pugës për kanabis. Ka shkuar dhe janë konstatuar njëri nga personat që ka qenë jashtë banese. Kur është afruar policia aty, ky është futur me vrap, pra ka qenë polici i komisariatit Pugës. Është futur me vrap në shtëpi dhe kur është bërë thirrje për dal, ata nuk kanë vizë, domethënë ka pasur dyshime. Ka qenë fat që kryetari
drejtuesi i komisariatit të Pugës ka qenë Liman Topalli, është Liman Topalli, i cili ka qenë pjesë e forcave speciale, që di komunikim dhe ka qenë te grupi i komunikimit. Pra mund të negociojmë lehtë. Mund të negociuar, është negociuar, ata nuk kanë pranuar të dalin. Është marrë motra, është thritur motra e njërit nga ata dhe vaja tjetër, dhe mbas shumë negociatash ta kanë dalë, po të veshre armët janë murë. Janë armë të vitit 1997. Njërin nga ato Thompsat që janë prodhuar në Shqipëri, po të kishë parasysh Thompsat atë vjetër. Nisi të prodhoi kambushtivin në Poliçan një farë periudhë. Në Poliçan ato edhe armë vjetra, janë granatat vjetra dhe armët kanë qenë të varura në mur. Kanë qenë të varura në mur. Dhe duhet të dalim në fund. Për çfarë veprash janë proceduar penalisht? Janë proceduar për veprën penale të kundërshtimit punonjësve të policisë dhe për vepër penale të mbajtje pa leje të armëve luftarake. Rezulton që nga dëshmitë e personave që i kishte marrë një gazetare, se e ndoqja rastin me shumë vëmendje, kishin zbritur disa herë dhe në Fusharës, shkonin te një xhami aty pranë që faleshin, që kishte një person i cili i furnizonte dhe në shtëpi ishin gjetur molto, një kavanoz mjalë dhe gjëra të natyrës saj natyre. Ata nuk kanë qelluar me armë, mas negociatave, kush e di për shkak të izolimit, se këta kemi njerëz të izoluar. Pra janë njerëz të izoluar. Është detyrë e shoqërisë që njerëz të tillë me probleme të mos izolohen. E para është detyrë e familjes dhe është detyrë e shoqërisë që ti riintegroj këta persona. Këta nuk janë burim rreziku. Armë në malsi kanë çdo familje. Mund të ketë edhe të tjerë që po të ashtu se janë armët, të duket që janë të vjetra. Se nuk dua dhe ta normalizoj, sepse aty ata kanë dhe granata dore, kanë disa armë. Granata dore janë të vjetra, janë të ndryshkura. Megjithatë, nuk do të thotë ta do marrin përgjegjësi për veprimet që kanë kryer. Janë të izoluar dhe diçka tjetër. ISIS është zhdukur. Këto degët e ISIS sot janë zhdukur. Pra kanë një nostalgji e të shkuarës, sepse nëse ishte aktiv ne do kishim problematikë. Është diçka aktive dhe duhet kemi frikë komunikon. Me cilë komunikon është një zonë që s'ka val. S'ka asgjë dhe e dyta shkuar rastësisht për këtë. Kjo tregon që ne dyshim edhe për një person të tretë i cili shkon. Personi i tretë i furnizon dyshohet se është një femër, mund të jetë një mashkull, sepse ai i furnizonte, i takonte. Tani këtu jemi para kësaj. Ata kanë zbrit në qytet, kanë shkuar në vende të tjera. Tani dalin te rreziku. Sa akte terroristët kanë ndodhur në Shqipëri në raport me perëndimin, po nuk e mos llogarit linjën se lindje ndodhin më shpesh. Në Itali kanë ndodhur akte terroriste. Vjet mos gaboj u fut një kamion u fut në sheshin e Klishlindjeve. Ktu s'kemi asgjë fal Zotit madh. Pra neve nuk duhet marrim përsipër gjë që se kemi. Pra këtu s'kemi as përgatitje, ata si kanë gjujt as policisë, s'kan bë as shkëmbim zjarri. Terrori këtu është i përgatitur për t'i goditur. Sepse një moment dhe ju kanë dalë një gjurmë. Mendoj që ne jemi në Shqipëri dhe shqiptarët janë lidh me njëri tjetrin. Pra jemi, domethënë nuk jemi si në Gjermani që njëri është gjerman, tjetri është turk, atje në shesh. Tu jemi dhe këta njerëz janë në zonë dhe janë në shtëpi vet. Njëri nga ata është shtëpi vet se ishte shtëpia e babës. Dhe gjatë debatit që ka pasur, baba i tha çunit si e fut në shtëpi time se shtëpia e babës vet, ky është futur në shtëpi, pra në shtëpi vet. Pra duhet se kanë gjetur shtëpi dhe janë futur. Është shtëpia e njërit, atë është siç tha dhe u diskutu dhe me dhe është një familje shumë e njohur e zonës, pra njëri nga ata që e ka shtëpinë. Është një njeri me reputacion në zonë. Prandaj mendoj që rreziku është i ulët, por kjo s'do të thotë që antiterrori, s'do të thotë edukimi i personave tjeti i madh, s'do të thotë që njerëzit ti ndajmë. Këta njerëz duhet të riintegrohen, duhet të kemi domethënë një riintegrim nga familja, nga shoqëria dhe duhet të jenë dhe institutet siç kanë qenë më përpara, qoftë institutet e shëndetit mendor, siç ka qenë, po të kemi parasysh, ka pasur shumë institute të shëndetit mendor. Ka qenë spitali numër 17 në Elbasan, ka qenë një spital në Vlorë, ka qenë është spitali numër 5, por shofësh reduktimi i mjekëve duhet dhe me psikolog, po të kemi parasysh dhe në lufta që ka ndodhur qoftë në Ukrainë, qoftë në Izrael me Palestinë, ke shumë persona post-traum pas luftës. Madje flitet për një numër shumë të madh. Me gjendje të rënduar mendore. Ne duhet të kemi kujdes që ti trajtojmë dhe ti japim rëndësinë e dur. Këta do përgjigjen për veprimet dhe mos veprimet që kanë bërë kundërshtim me ligjin. Kundërshtuan forcat e rendit dhe kanë akuzën, mbajtën armë në kundërshtim me ligjin, kanë akuzën dhe ai flamur është diçka që ka ikur, është e kohë shkuar. Pra është diçka e vjetër, një nostalgji. Dhe këto njerëz mos i lejmë kohën e shkuar, që trinë aty të izoluar, po të futen në shoqëri që t'i japin shoqërisë. Edhe me fe nuk lejohet të shkëputesh nga shoqëria. Ti duhet të kontribosh edhe në jetë të përditshme. Ndodhin trauma, ndodhin gjëra të caktuara. Personi është njeri që jeton në shoqëri, s'mund të izolohet. Izolimi këtyre ka sjellë pasojë. Faleminderit Karanja. Prandaj që e përmbyllëm së bashku këtë bisedë, shikon rrezik
si pat ta dy personazh, rast izoluar siç e cilësoi edhe Karanja, mund të jenë me probleme të ndoshta me një gjendje të rënduar psikologjike, izolim social. Çfarë mund të më thuash? Unë besoj se shumë shpejt organi prokurorisë këto të dy personat, njërin prej cilëve do ta çoj për akt ekspertimi dhe besoj që do dalë për person me probleme. Ajo që ka vlen për të theksuar është se qoftë struktura e policisë vendore të Lezhës, konkretisht e Kurbinit, e Mirditës, dhe e Pukës, nuk kanë asnjë informacion në raport me aktivitetin e këtyre kriminal. E dyta, në raport me aktivitetet aktive të ISIS-it në Shqipëri, kohët e fundit të paktën ka një 3 vite që nuk flitet fare. Po fare. As në strukturat e antiterrorit nuk flitet fare. Nuk flitet se nuk ka apo nuk punohet? Po se nuk ka. Se nuk ka. Nuk ka, sepse dëman është dobësuar edhe vetë ISIS-i, strukturat atje ku kanë qenë, jo në Siri, jo ma në Shqipëri. Duke morë në konsiderat se në Shqipëri, minimumi 3 deri në 4 vitet e fundit, kemi me mira punëtor nga bota arabe, nga Turqia, Egjipti, Bangladeshi, India, me shumë. Pakistan, ka goxha. Është një numër shumë i madh. Kur them shumë i madh, do më kalon mbi 30.000 të punësuar. 30.000 punësuar. Po. Shumica e kompanive të ndërtimit më së shumti punojnë me punëtor të huaj. Me shumicë. Pa llogaritur këto transportit edhe proceset tjera. Na sjell rrezik kjo? Edhe në minjera. Na sjell rrezik? Po qise do kishte shërbimi informativ shtetëror dhe struktura antiterror në drejtorinë e përgjithshme të policisë, por edhe policitë vendore nuk kanë të evidentuar ndonjë person problematik. Të paktën që ta kenë bërë problem, ose të kenë evidentuar, ose të kenë deportuar, ose të kenë përzënë ndonjë person me probleme të kësaj natyre. Parë në këtë kontekst të përgjithshëm, do të them që çështja e Hamza Ugës dhe Julian Cumarakut është një çështje e izoluar, si tha prokurori, pa ndonjë aktivitet real, por me mendësi të ngelura, qoftë edhe ai flamuri që ju ka ngelur. Dhe besoj që mas një hetimi pothuajse të shkurtër, do të hidhet dritë se ato të përgjigjen vetëm për armbajtjet pa leje, dhe për probleme që kanë bëjnë me rendin dhe sigurinë publike dhe paligjshmërinë, po jo për aktivitet terrori. Bëjmë një pyetje të fundit. Edhe diçka. Është bërë një gabim, këto fotot e hedhur në mediat nuk janë fotot e Prandaj unë kërkova. Këto janë fotot reale, këto dyja. Jo, ka pasur një është një tjetër është ato dy të tjera atje nuk janë foto sepse kolegu jon ka ndodhur një keq kuptim, një foto e një personi që është në Gjermani. Këto janë fotot reale. Ato dy tjerat, njëri është në Francë, njëri është në Itali. Po, pak rëndësi ka. Jo, që duhet të korrigjojmë atë fotot që ndoshta mund keni parë në një moment. Po, duhet korrigjuar. Besoj që zhurma që u bë 2 ditë për këtë problem, për shkak të sjelljes që ato kanë bërë në zonë, që në faktikisht duket se është sjellja e njerëzve të sëmurë dhe jo sjellja e njerëzve problematikë në raport me kriminalitetin, sidomos në fushën e terrorit. Dhe nuk besoj që do ketë. Edhe logjistika e gjithë. Po. Më ngeli një pyetje pa bërë, sepse patëm dhe një atentat ndaj Julian Sulos, 45 vjeç, i njohur si Juli Pashakos, në qytetin e Lushnjës, ju keni qenë dhe ish drejtuesi i policisë Fieri dhe kanë përshtypjen diçka emri edhe mund t'i thotë në ndonjë moment. Ngela dhe pa ju bërë dhe një pyetje tek pjesa që Bajrat apo a mund të jetë ky shkatërrimi i një grupi, fundi i një grupi, nëse mund të japësh një përgjigje për ne kaluam tangent për fatin sepse parë në zhvillimin e kriminalitetit, çdo ashtu si perandorit kanë një lindje, lulëzim dhe fillimi i rënjeve, por unë nuk e konsideroj rënje dhe perëndim të një grupi kriminal, si që drejtuat ju pyetjen, se pyetja ju që a mund të themi se është fundi i grupit kriminal. Që është e vërteta, të paktën nga historia 35 vjeçare e tranzicionit, grupet kriminale nuk kanë jetuar më shumë se 10 deri në 15 vite. Po ti referohemi të gjithë grupeve kriminale që kanë patur në Tiranë,
që nga koha e Nehatkullës, apo grupi kriminali rrugës Durrësit, e me radha të gjitha. Dhe po ka pas nga i bank. Po ka patur. Por fundi fillon e vjen, po nuk vjen letë. Dhe lidhur me këtë them që nuk besoj që ka marrë fund, sepse përplasjet e bareve me liceve kanë vazhduar dhe 2 vite më parë patëm një atentat. Një vit fiks, në 30 tetor të 2024. Një vit e pak. Patëm një tentativë patëm mes të pedonales dhe pastaj erdhi masakra e Dobraçit me 4 viktima. Dy të tjerë edhe një. Po pra, kemi pas disa edhe këtë vit pra 2028. Unë po flas pra që do të thotë që përplasja midis difisëve ka ngjarje edhe në 2018 ka ngjarje edhe tani të freskëta. Çka do të thotë që vazhdon përplasja dhe nuk quhet fundi, por përfundimisht shkatërrojnë njëra tjetrën sipas parimit të sloganit kryeministit Kokalhançit. Por i referohem edhe atentatit që ndodhi ndaj Julian Sulës në Lushnjë, kundërshtari i hidhur i Aldobarës dhe i nipit të Aldobarës, i cili është akuzuar disa herë për tentativë për atentate ndaj nipit të Aldobarës, ka do të thotë që edhe kur protagonistët e grupeve kriminale janë në burg, ata ushtarët, apo vrasit me pagesë, apo njerëzit e rekrutuar në këto grupe kriminale vazhdojnë pastaj përplasin për inerci, të cilat sjellin pasoja në familjet e palëve. E njëjta gjë shkon në paralelizëm edhe me atentatin që ndodhi në aeroportin e Rinasit, ku humën jetën 2 persona, dhe të paktën mendohet paraprakisht që janë larje sapash midis grupeve kundërshtare që ekzistojnë në Tiranë, Durrës dhe në trekantshin e Fushkrujës. Çka do të thotë që fundi i grupeve kriminale fillon e vjen, po nuk mund të themi se jam në fund, vjen më njëherë, sepse ata vazhdojnë të rekrutojnë, edhe po të shikojmë përplasjet që kanë ndodhur mes grupeve kriminale në zonën e Lezhës, janë rreth 17 viktima deri tani, vetëm në një përplasje. Pa fundi vjen, po vjen ngadalë, por fatkeqësia më e madhe është se, si që tham për rastin e asaj ngjarjes së 2 terroristëve të ISIS-it që u interpretua me të madhe, policia e shtetit duhet të ketë informacion në kohë reale në raport me aktivitetin dhe intensitetin e reagimit grupeve kriminale, sepse vinë pasoja shumë të rënda. Dhe kush do ta mendonte që Rinasi, një vend i konsideruar më i sigurt, ku veprojnë 6 lloj policish, u gjeti i zhveshur, edhe pse në atë zonë ka ndodhur ngjarje shumë të rënda, gabitje të parave disa herë, dhe në fund të fundit atje grupet kriminale e konsideruan si vendin më të sigurt për të realizuar hakmarrjen.